Përshëndetje nderuar dhe shikues, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Jemi sërish së bashku si çdo të hënë të martë të dhe të premte ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të njëjtave mbetemi tek aktualiteti politik në vend. Kam ftuar drejtorin e portalit Alfa Press, Poli Hoxha. Poli, kënaqësi që të kam. Kënaqësia ime. Armer Toska, drejtori i portalit Timoni.al. Armer, kënaqësi. Arber Hitaj, koleg gazetar. Arber, kënaqësi që të kam. Poli, do ta nisim këtë bisedë menjëherë me vendimin e djeshëm të presidentit Begaj për të, le të themi, për zgjedhjet lokale të parakoshme në 6 bashkitë e vendit, ku sigurisht kryefjalë mbetet Bashkia e Tiranës. Si e vlerëson si moment, nisur nga fakti që nga momenti i shkarkimit zotit Veliaj në Bashkinë e Tiranës, kemi patur gjatë gjithë kohës, domethënë, përgjigje kundër përgjigje nga Veliaj dhe sigurisht nga pjesa tjetër që është i bie tjetë tashmë ekzekutivi ose Partia Socialiste. Çfarë po ndodh? Shiko, po ta shikosh, të i bësh një pyetje vetes pas fitores shumë të fortë të 11 majit të Edi Ramës, nuk kishte ndonjë emergjencë, po da mendosh, nuk kishte ndonjë emergjencë të madhe për të bërë zgjedhje të jashtëzakonshme. Qoftë edhe me 5 ligji ja lejon që me 9 kryetar të thuash ti që duhet patjetër kryetari, ne e dimë që kryetari është vetë Edi Rama, vajti atje, mund të vërë këtë doj, mund të vinte një ekip, ta mblidhte Tiranën. Po, mund ta emëronte Manastirliun direkt. Bra, ose me që nga shumë e mirë Manastirliu. Pa nevojë fare. Po ta shikosh në pikpamje kështu, domethënë ka një hije dyshimi kjo emergjencë e Edi Ramës, sepse nuk është nga ata që zbaton ligjin, leqë ne kemi edhe precedent, kemi patur prap 6 bashki deri në që ndajtën gati 2-3 vjet përveç Tushes, Lushnjës që u arrestua, e shkarkoi ky, ai e pranoi shkarkimin etj. Dhe Ilir Meta, që ligji e thot, kushtetuta e thot brenda 45 ditëve duhet ta ashtu, Ilir Meta ishte presidenti, i la 2-3 vjet, ky nuk kanë kohë, nëse mbani mend. Po. Edhe pastaj Ilir Meta e përdori si kartë për t'i dhënë atë oksigjenin Stali Berishës që ndodhen ato pas 6 mars. Kështu që nuk kemi ndonjë, tani si e shikoj unë këtë nxitimin e Edi Ramës. Unë për veten time, them të drejtën, duke parë gjithë situatën e Erion Velis dhe duke ditur dhe gjendjen e tij penale që sa vjen dhe rëndohet, sot rëndohet dhe më shumë sepse ju urdhërua spaku të hapet tim dhe për 5 majin, ndërkohë që ai ka drejt mbylljes dhe teatrin, këtë e di unë dhe kam nxjerr shkresën, njëherë te Alfa. E ka drejt mbylljes teatrin? Po, teatrin, shembjen e teatrit, incineratori është histori më vete. 5D-ja është histori që prap gjykata ka urdhëruar si kryetari sekretari i bashkisë është njëkohësisht, nëse ju kujtohet kur vajti 5D-ja i tha keni brenda dhe kontraktuesin kryetari i këshillës, si ka një institucion aty që është vetë kryetari i bashkisë. Domethënë, që t'i bie shkurt, historia e Veliajt penale, e Veliajt është me kaq sa kemi parë që nuk është pak, me 13 akuza është vetëm maja e icebergut. Kështu që nga kjo anë dhe në këtë kuptim Veliaj dhe gati e ka shprehur ose avokatët janë nisur drejt Strasburgut. Ndiq pak me vëmendje. Tani që të shkosh në Strasburg, duhet të konsumosh të gjitha shkallët e Shqipërisë. Dhe mundësisht të jenë të konsumuara me vendime kontradiktore etj. Dhe unë për veten time, këtë nxitimin e Edi Ramës për Tiranën, për Erion Velin me urdhër politik këshilli dhe vetë pastaj me qeveri shkarkimi, propozimi dhe shkarkimi, unë e shikoj si një ndihmë të Edi Ramës për t'i hapur rrugën drejt Strasburgut. Edhe këtë kontraditën, këtë që ka ndodhur me gjykatën e lartë, ta shikojmë si do reagoj, po qoftë edhe kjo e presidentit. Gjykata e lartë e mbajti sërish në burg. Vetëm këtë vlerë, e gjitha kjo ka këtë vlerë. Nga ana tjetër, duhet të kuptojmë edhe një diçka, domethënë që zgjedhjet në Tiranë, njërë në radhë të parë duheshin bërë, jo për ato që thotë Edi Rama që ka vajtur punët mirë apo punët keq në Tiranë, kanë vajtur keq, po jo se s'është Erion Veliaj. Shko, ka një shprehje, ka një parim. Një korruptuar brenda në burg është gjithmonë më mirë për institucionin ku ka qenë, apo për vendin që ka drejtuar. Kështu që në atë kuptim nuk është se ka ndonjë dëm të madh mosqenia.
dëmi këtu njëkohësisht është dhe një shans për opozitën. Ky duhet ishte edhe një shans i madh për opozitën, po do dalim te opozita. Do dalim edhe tek opozita. Dhe të shikoj vendimin, disa juristë janë konsultuar unë dhe që kanë shprehur, kanë thënë janë të ndarë në dy kampe sepse 62-shi është lënë në mënyrë të tillë që nuk e përcakton, që thuhet kur mungon se aty janë kapur, kur mungon 3 muaj, por nuk thuhet 3 muaj me arsye apo 3 muaj pa arsye. Kurse çështja që duhet ky e çojnë gjykatë kushtetuese, presidenca e argumenton, unë pash Rusmailin që e ka shur, që thotë jo, thotë duhet çuar në, edhe shumë juristë thonë që Rusmailin duhet çuar në, po të ishte duhet çuar në administrative, sepse është çështje mes këtij dhe qeverisë. Nuk është çështje shkeljes së kushtetuesës. Kështu që disa juristë thonë që dhe kushtetuesja me shumë mundësi do ta kthejë tek administrativja. Të shikojmë çfarë do bëj kushtetuesja. Një gjë është e sigurt që zoti Begaj është nxituar sepse derisa ata e kanë pranuar dhe kanë caktuar dhe relator, të paktën për një javë, me sa është ligji ose 10 ditë, po një javë e di unë, kjo histori duhet të rinte pezull derisa të shpreshin ata. Që e pranojmë, domethënë do ta shqyrtojmë, nuk do ta shqyrtojmë. Jo për gjykimin, po për shqyrtimin, për pranimin. Se akoma se dim që do ta pranojnë apo jo. Është thjesht se ata e kanë në gjykatë kushtetuese është që kur depozitohet, sepse ata mund të shpatin mos kompetencë dhe ta mos kompetencë. Caktohet një relator që shikon historinë. Fakti që kanë nxjerr Poli, ajo prapaskenat e kësaj, pavarësisht asaj që ti thua që kjo është një përpjekje e Rama i dha ngjyrim, ta mbyll atë që doja të thosha. Rama i dha një ngjyrim lufte politike ndaj Veliajt. Dhe po të shikosh dhe mediat ose ata që mbështesin Veliajin, e kanë thënë që Rama po e godet. Dhe Rama, për mendimin tim, në mënyrë më të sofistikuar, po bën atë që bëri me Arben Hametaj, që doli tek Blendi Fevziu dhe tha, sikur ti isha unë gjyqtar ose prokuror, do t'ja bëja edhe më keq. Kaq mjafton të marrësh azil. Dhe e vetmja shpresë, e vetmja ashtu që i ka ngelur Erion Velis, ka ngelur domethënë që ai të luftoj politikisht, po më luftojnë politikisht, po shkelen procedurat, po shkelet gjykata e lartë etj, gjëra që janë në fakt të qëndrueshme për Strasburgun, për një betejë në Strasburg. Kjo niset nga premisa që SPAK, domethënë, po veproni pavarur në këtë histori dhe është krejt normale. Arbër. Hiqja atë fillesën, ai është atje, keq apo e mirë SPAK-u, letrat i ka atje. Arbër, si e shikon? Thjesht me ngjyrime dhe një lojë, një përpjekje e Ramës për ta lehtësuar Veliajin në Strasburg, apo një betejë që do ta filloj nga çështja e presidentit. Pra, përse presidenti dekretoi, zoti Rusmaili, i cili është një nga juristët më të mirë, është quar, gjithmonë ka qenë skrupuloz me ligjin, një personalitet i pastër. Kujtojmë që ka thënë ndërheqjen dikur kur ka qenë ministri i drejtësisë për një çështje, një audio përgjim që ishte përfshirë vllai i tij, pra me integritet të lartë. Ka vendosur standard lart. Vendosi standard lart në atë kohë dhe dha dorëheqjen. Dhe ka qenë deputet, kryetar i Komisionit të Ligjeve në kohën e PD-s etj. Dhe ishte shumë i qartë në atë që tha. Unë nuk e di ka të drejtë apo jo, po them ishte shumë i qartë sepse ai tha që ishte neni 62.c. Nuk është pjesa që ka të bëjë me nenin 115 që është për autonominë vendore, pavarësinë e autoriteteve vendore. Mbetet për të parë në gjykatën kushtetuese, por Rusmali tha, duke parë këtë pikë, ne tha, kemi vendosur me njëherë tha sepse nuk ka ekuivok fare. Nuk ka asnjë gjë për të diskutuar dhe nuk ka asnjë lloj interpretimi. Është shumë e qartë sipas tij. Unë nuk besoj që në situatën ku jemi zoti Begaj mund të bënte diçka tjetër ose mund të ndërmerrte hapa të tjerë. E di pse, sepse në një situatë ku jemi tani aktualisht, dhe ky që edhe një nga argumentimet që tha zoti Rusmali dhe unë bie dakord, e parë nuk është një situatë politike. Pra, qasja që ka drejtësia ndaj zotit Veliaj nuk është një qasje politike. Pra, ne nuk mund themi që SPAK e arrestoi zotin Veliaj politikisht. Por SPAK e konsideroi që ky mund të prishë provat, ka hetimet dhe pra krijon probleme me hetimin. Cënon dëshmitarët, intimidon etj. Dhe ligji parashikon qartë që mbrojtja dhe koraca kushtetuese ty të vjen në momentin kur ke probleme politike, pra kur është politika që të heq pa të drejtë nga posti jot. Rama
e mbajti, po them Rama Partia Socialiste, e mbajti zotin Veliaj në detyrë për disa muaj, nga 6-7 muaj, dhe u shkarkua në momentin që u publikuan zyrtarisht, u morë zyrtarisht i pandehur, pra u akuzua zyrtarisht nga ana e SPAK. Pra deri atëherë Rama dhe PS-ja e mbajtën zotin Veliaj. Qofse do ishte motivuar politikisht, do ta ishte që në fillim. Pra nuk është se Ramës i prish në një punë të jashtëzakonshme të qunurit në qeli zoti Veliaj apo jo. Rama mbase s'ka dashur që të krijojë le të themi një çarje para zgjedhjeve nëse do të shkarkonte. Po nuk është se krijonte ndonjë çarje sepse izolimi i skajshëm që është bërë zotit Veliaj, më keq se sa i është bërë një gjyqtare e cila ka porositur edhe vrasje gazetarësh, nuk ishte nga ti ditë gjysmë fjale. Po s'qëndron kjo çarja sepse po futet në Tiranë, po të ketë çarje ka Tirana. Ai po ja se besoj. Jo, që me teorinë e çarjes. Nëse do ta teoria e çarjes ai ka çarje mund se politikisht e di çka ka një mënyrë. Jo më ja po të doj Erion Veliaj se ne po themi jo bën këtë, jo bën atë. Që është gjëja më e thjeshtë që mund të bëj politikisht. Të kandidoj i pavarur. Ligji ja lejon me qelie. Kandidoj pavarur. Do çarje ti. Ja lejon ligjit kandidoj tani se konsiderohet i shkarkuar ligjërisht. Ai iku ai u shkarkuaj më ka mbaruar, nuk është më. Por diskutimi vendi është vakant në KQZ, janë shpallur si do të marrë hapasapi. Edhe dyta, se kam parë që interesant kjo teza për të diskutuar më pas. Ka një gjë, përveç zotit Veliaj që mund ta ankimojë dhe është në të drejtën e tij të ndjekë gjithë procesin ligjor, nuk ka të drejtë asnjë palë tjetër. Përse opozita ka votuar në Këshillin Bashkiak për shkarkimin e zotit Veliaj. Pra si do dali kundër vetes saj, pra ka votuar gabim shkarkimin apo jo? Sa nuk mund, pra është shumë e vështirë që të ketë një kthim pas në këtë proces. Nëse do ishte një dualitet i madh, po flas gjithmonë kushtetues, dhe unë jam i parimin që ndoshta duhet pritur për të qenë më të qartë në ato hapa që do ndërmerreshin. Por unë besoj një gjë, dhe këtë e kam pasur dhe kam ende tezë që të dëgjoj shumë dhe kolegë që mbrojnë në opozitën dhe s'kan faj, kanë drejt natyre që duhet mbrojtur kushtetuta, presidenti shkeli kushtetutën. Unë nuk besoj në asnjë moment, dhe këtë kam thënë, që zoti Rama e hodhi idenë për shkarkimin e zotit Veliaj në Asamblenë e Partisë Socialiste, e shkarkoi me urdhër politik zotin Veliaj në Këshillin Bashkiak, pastaj u ndoqën procedurat e tjera, pa qenë i sigurt që ligjërisht nuk do kishte probleme. Pra ky është gabimi, mendoj unë, strategjik që bën. Se mban përgjegjësira i kur ky është gabimi strategjik, mendoj unë. Kushtetutën Rama. Ky është gabimi strategjik, mendoj unë, që bën në pjesën më të madhe një pjesë e kolegëve të opozitës dhe jo vetëm, edhe ndoshta ata të majorancës, që nuk e shikojnë që Rama pasi ndërmerr një hap, është i sigurt që do shkojë deri në fund. Nuk do ketë asnjë lloj pengese para. Dhe kur flas tu hap, flas për gjithë skenarët. Qoftë skenari që është skenari ligjor, që për mua unë ta kam thënë dhe herën e kaluar, është çështje e mbyllur kjo. Është çështje e mbaruar. Tirana është në zgjedhje. Nuk dinim datën që është 9 nëntor, po të gjitha i dinim. Dhe Rama ka dhe skenarët e tjerë, pra është gati dhe është në skenarët e gatshëm që ka dhe pjesë tjetër, atë që është thënë, që ka thënë disa Veliaj, mund të flasë, mund të nxjerrë gjëra. Asgjë nga këto nuk do ndodhi. Sepse Rama fakti që është futi Partinë Socialiste në zgjedhje, i ka marrë parasysh gjithë. Ja, do dalim aty. Po nuk ka folur e dim neve sepse nuk do flas. Jo, ja tha vetaj. Po fola unë do bësh lajmi i fundit, i tha. Në lajm të fundit se kemi parë akoma. Nuk ka për të ndodhur pasur një postim dje, domethënë ku nuk ka për të ndodhur asnjëherë të ligën tha. Do kemi një seri rrëfimesh të tjera. Ja ma kishte. Për mua nuk ka për të ndodhur asnjëherë. Se nuk ka, se do rëndoj akuzat që mund të ketë ndaj vetes. Ne do të jetë ajo regjia. Pra zoti Veliaj nëse do thotë diçka do rëndoj akuzat edhe ndaj vetes. Prandaj ka të vështirë. Kontrollon Rama. Jo, nuk e besoj që SPAK-un e kontrollon Rama, këtu ndahen pastaj në një pjesë opinion, unë besoj që SPAK është autonom. Ja do ta diskutojmë. Almer, si e shikon këtë vendim të presidentit, sepse në këtë studio me shumë miq kemi diskutuar, ndërkohë vetëm njëri i ka dalë, sepse ai e ka përshkruar pikërisht hap pas hapi këtë që do bëj kryeministri Rama. Si e vlerëson këtë moment në kuptimin e betejës Veliaj Rama apo Rama Veliaj në rastin konkret? Pastaj, shiko, argumentet e kolegëve janë gjithë argumentet qëndrueshme, janë logjik. Por ajo që mund shtoj unë sipas opinionit tim është kjo gjë që ne prej vitesh jetojmë në një vend që drejtohet nga njëshi.
dhe unë ta kam thënë të herë të tjera, po ta përsëris. Të gjitha institucionet Edi Ramës i krijonin shqetësime në jetën e tij publike e politike, Edi Rama këto institucioni asgjësonte. Këtë gjë bëri me presidentën, sepse Ilir Meta i krijoi goxha shqetësime në momentin më delikat ku po formoheshin dhe formsoheshin institucionet e drejtësisë së re. Kujtojeni shumë mirë çfarë ishte ajo çështja e firmosjes tek noterje. Pra Ilir Meta u bë një pengesë kryesore dhe serioze për Edi Ramën që të vendoste emrat e preferuar në drejtësi. Pasi Ilir Meta e la institucionin e presidentit, Edi Rama e zhbëri këtë institucion, sepse e pa një shqetësim në vete. E njëjta gjë ndodhi edhe me Bashkinë e Tiranës. Pasi mendoj dhe është e pranuar dhe në heshtje dhe publikisht që Erion Veliaj, përveç faktit që ka kryer korrupsion, përveç faktit që ka qenë pjesë e një organizate që drejtonte si PSD-ja bashkinë dhe vidhte para për një interesat e tyre, të gjithë e dim mirë dhe kemi të gjithë pranuar që Erion Veliaj ishte shqetësim për Edi Ramën. Ishte njëri shumë i pasur, ishte njëri që po e kërcënonte pushtetin. Dhe çfarë bëri? E mori Erion Veliajin e futi në burg. Mbaroi pjesa e parë. Pjesa e dytë cila është? E mori Rama e futi në burg. Po patjetër. Kush tjetër? Po patjetër. Ka futi në burg? Po pse mos e çonte me pushime mo, Albert? Se mos e çonte me pushime. Kur bie dakord edhe Poli, kjo Po çfarë të thuash po tani? E mori Rama e futi. Pse mos e çonte me pushime? Ka një gjë sepse dil në pension ti thosh. Dil në pension o vëlla, ti thoshe mos më ngasmo më ika dhe. O burgu në pensionin, ai do zgjidhte pensionin. Nuk mendoj që kundërshtari vritet duke nxjerr nga loja. Vritet duke asgjësuar politikisht mendoj. Edhe në betejë. Politikisht ai vëlla. Ai ka 13 akuza, sikur minimalen t'i japin ai. Unë nuk e përjashtova. Tani më le të shtoj dy gjëra përveç sepse i thash që kolegët ishin okay. Shiko, do t'i kundërshtoja nëse do nuk bie dakord, po bie plotësisht dakord me ato gjë. Jo, Poli tha që tani ka një gjë, Bashkia e Tiranës pse jemi në zgjedhje nga burgu. Po po e ndihmon fare. Po ndihmon të lirohet. Ai sa kanë dorë. Sipas vendimit tim, sipas vendimit tim, që t'jap dhe një diçka më tej. Bashkia e Tiranës kërkohet që të jetë nga Edi Rama një institucion pa vlerë politike. Prandaj po i zvogëlon kompetencat, ja ka zvogëluar kompetencat dhe kthyer në institucion që ka njeriu në të besuar, që do jetë Ogerta Manastir Liu. Tani ku është ku qëndron fakti me Veliajin. Përmendi Poli tha që po e liron. Si po e liron? Pse Erion Veliaj ka marrë 2 nisma ligjore kundër vendimeve të dekretit presidentit dhe kundër shpalljes datës? Sepse Erion Veliaj nëse do kishte pazar do t'i lejonte në heshtje që këto gjëra të vazhdonin. Fakti që Erion Veliaj po i lë, po kundërshton mendoj që po bën lëvizje politike. Fakti që Erion Veliaj po reagon dhe nuk po e pranon këtë realitet se mund ta pranonte, kemi gjetë gjuhën, po ti do e heshtësh. Ne do vazhdojmë në zgjedhje, ti do dalësh nga burgu pasi të mbarojnë zgjedhjet. Dhe mund të lirohej sot, po sot gjykata e lartë e mbajti. Jo e mbajti, po e gropos. Ka një gjë, neve sot një akuzë ushtua. Pse ushtua? Sepse Erion Veliaj dy për Erionin sot. Ke akuzën e 5 majit dhe rekursi që është i fundit, dhe tani ngelet si puna e Metës, i gjykatës së lartë. Po, e la brenda, iku mbaroi. Shiko, ka një gjë, nuk ka shans lirohet. Tani nëse ne do ta merrim të mirë qenë që do lirohej, unë mendoj që Erion Veliaj nuk do merrte pra ta thash dhe një nga asnjë nga këto nisma. Atë ku jemi sot? Jemi në realitet që Erion Veliaj i asgjësuar politikisht me një bashki Tirane që po shkon përsëri tek e majta. Edi Rama po nxiton të bëjë zgjedhje. Si po i bën? Duke nga që është lider që kontrollon çdo gjë, opozitën, media, çfarë të duash ti, sot e kërkon të qetësoj edhe atë institucion sepse me Anduela. Se po i bën zgjedhjet, më thuaj më, çfarë nevojë ka? Sipas vendimit tim. Po i bën zgjedhje sepse Anduela Ristani ishte kërcënim aty brenda për atë. Nuk ishte njeriu që e kontrollonte. Ishte njeriu që nuk i zbavonte gjithë urdhrat e Edi Ramës. Të gjithë njerëzit afër Edi Ramës shprehin shqetësim për Bashkinë e Tiranës, nëse kishte një problematik më të vogël. Po emëronte Manastir Liu no. Si? Emëronte direkt. Po këtë donte emëronte. Ka një gjë. Me emërim Edi Rama nuk do legjitimonte pozicionin e kryetarit të bashkisë, por thjesht do ishte një person i komanduar që nuk do t'ia pranonte askush. Legitimiteti që merr përmjet zgjedhjeve. Si votoi kjo Ristani për këtë shkarkimin e tij? Unë nuk e di këtë fakt, por di them që Ristani ka qenë goxha, ka qenë njeriu që doli kundër Edi Ramës, doli kundër vendimit, që nga njerëzit ishte kundër shkarkimit të Erion Veliajit. Dhe ky njeri që e mori publikisht dhe u përplas me Edi Ramën, kuptohet qartë që është një nga njerëzit që nuk kërkon të bindet urdhave të Edi Ramës. Ti po thua po fut parti në zgjedhjen në Tiranë ai, edhe po futet me këtë konflikt. Është i detyruar jo po kushtetues jo po ajo për Ristanin.
Po pse mendon, pse po e bën? Më thuaj një argument më tepër që pse po e bën. Po kush e vuri Ristanin atje? Si? Kush e vuri? Kush e vuri Ristanin? Ky pra e vuri. Po Ristani nuk është doli nga reshti. Po pse Ristani nuk është sot kandidat apo është ajo? Pse se vazhdoj me Ristanin mo? Pse jemi në zgjedhje? Ore, ja po ta them unë pse jemi në zgjedhje. Unë të pyet ti thua shkaku Ristani. Po unë kështu besoj. Tani një gjë kaq madhore, të fusë gjithë partinë në zgjedhje, domethënë, dhe për Ristanin, okay, ndoshta është dhe kjo. Unë po them edhe një herë, këtë po e bën, unë kam ato indiciet e mia, këtë po e bën për t'i dhënë për të futur në lojë politikisht Erion Velin edhe për Strasburgun. E gjitha kjo. Dhe pse po bëhet me kontradikt? Pse po ta vësh re, e ke parasysh domethënë, është krijuar një debat. Por cili është benefiti ligjor nga kjo lëvizje e Edi Ramës për Erion Velin? Çfarë ja, gjitha këto dyshimet që i hedhim neve, që shkarkimi i ligjshëm i paligjshëm, që mund të jetë goditje politike. Neni 62, neni 101. Po Edi Rama mund ta lironte këtu brenda apo poli, e lironte këtu në gjykatë kushtetuese. E lironte mbaronte punë, shumica anëtar të majtën aty. Gjykatë kushtetuese. Erion Velin. S'ka punë gjykata kushtetuese me lirimin e Erionit o Almersi. M'fal, gjykata e lartë, gjykata e lartë. Po mund ta lironte gjykata e lartë. Shumica anëtarëve aty janë kontrolluar. Se liron dot sa dushit herë me shokësi. Po ka mundsi ka ti kujton që s'ka teknikalitet ligjore. Tani po të eci me këtë logjik. Unë besoj që nuk besoj që ke kontradikt tek. Jo, ti ke premisën kështu valla, që gjitha këto institucione kontrollon Ram. Ore unë ta thash në fillim ti s'do ta pranosh, dhe s'ke çfarë të thuash. O vlla, ik se do të fus në burg se unë e kam spakun, ose ik me pushime në avaj, ri andej lekët i ke edhe vazhdo. Pse duhet i futej Rama gjithë kësaj? Sepse Rama nuk ishte rrugë tjetër ta zgjesonte Erion Veliajin pra. Sepse Veliaj mund të ketë shkelur në një dërrast kalbur në kuptimin që mund të ketë bërë një gabim fatal për sa i përket. Erion Veliaj u nxituan aspiratën e tij. Kjo është një hakmarrje e Ramës ndaj Veliajit. Po sikur të kundër hakmerret ai atje dhe të thotë që X nga krimi organizuar ma ke sjell në zyrë për leje ndërtimi. Po nëse bëse këtë gjë shkon 40 vjet madje, prandaj këtu dalim në idenë që Rama kontrollon spakun. Se Erion Veliaj po Rama dëgjoj. Se ta ndërmerte këtë rezi, kur mund t'ja mbyllte gojën pa e futur në burg, po burg. Sepse ishte shumë, ore, kuptonte që Erion Veliaj kur ka qenë jashtë ka pasur artileri mediatike, biznes, oligark, çfarë të duash ti, njerëz që ishin aktiv dhe mendonin që Veliaj po i merr PS-n Ramës. Tani kanë një që pro Ramës, që e mbështet përveç betejës personale të Merobazes, asnjë më e larguar gjithë, sepse Edi Rama i kërkoi njerëzve të pozicionoheshin, o me mua o me atë. Atëherë njerëzit po qëndronin, ishin disi në mes, nuk po jepte dikush. Dëgjoj, tani do të bëj edhe një pyetje të fundit me që edhe shumë ashtu opozitar. Është Veliaj, donte ti merrte pushtetin brenda PS-s Ramën, një teori që ka qarkulluar dhe ambicie që kanë qenë. Dhe do ishin normale, patjetër. Po bënte shumë lek, po krijonte grupin e vet të oligarkëve, të ndërtuesve etj. Ore, dhe për këtë, për gjitha këto Edi Rama e mori dhe plasi në burg. Ore, po ndonjë çik korrupsion, a mund të ketë bërë ky Erion Veliaj që është në burg? Po patjetër mos ta përjashtoj idenë e korrupsionit. Do i gabim. Ku janë Po pse mos jep në burg për korrupsion, po duhet të jetë patjetër. Po se spaku nuk thot për këtë arsye më Poli. Po si sot, a e ke lexuar ti? Se unë kam lexuar ai. Po gjikundi spaku donte ti merrte karrigen në Ramës. Spaku thotë që Erion Veliaj është kërcënim serioz sipas bisedave, përgjimeve për drejtësinë, intimidon drejtësinë. Me këto argumente po e mban brenda, mos po e mban për brek të Ajolës. Jo. Po ku thot? Thot indirekt ishte akuza e fundit që indirekt do tash i përfshir. Ja bëri vetes ai. Ai ja bëri vetes se i bëri atë. Po kjo groposi pra, debati dhe përgjimi që nxori, ajo kjo groposi brenda se po pse e mohon një betejë midis Ramës dhe Veliajit. Po ju më nuk e mohoj unë valla, Ore, po sikur të themi kështu, është një lloj si kjo historia e vjedhjes së votave të Ramës, edhe përgjegjësisë që duhet të ketë PD-ja dhe Sali Berisha, që është e dobët edhe mbaruar. Ore, pse? A nuk mundemi neve të bëjmë një analizë që po më dhe Rama me patronazhist, me kështu manipulon zgjedhje, por kemi dhe një opozit të mbaruar. Të dyja më vlla dy. As mund të themi neve që Erion Veliaj po e kishte Ramën, kishte një luftë atje brenda PS-s, po konsolidohej etj, por që prevalon kjo e kishte bërë aq balt me korrupsionin. Kishte rënë ai shumë brenda që s'ka prokuror në botë ç'a ti bëj. As Rama vetë sikur të jetë kryetari i SPAK. Po nuk janë ato dosjet kryesore për cilat akuzohej Veliaj Poli. Nuk janë dosjet kryesore. Janë dosjet atje më valla.
Po nuk është aty për dosjet kryesore për cilat publiku ishte informuar. Ore Poli, në momentin që gjykata, ore Poli. Ore Beqja, po çfarë u futë në burg Beqja? Sepse u kapi indirekt, u kapi korrupsionin, pastaj kaloi me u kap për ca budallëqe, po për tavolina për dreka. Ore kishte por tani kur vajti aty brenda bën si budalla thotu, pse pas kam edhe sterilizimin unë thot, pse pas kam edhe këtë koncesionin e mas 200 milion shumë. Ti po thua që nis nga një gjë. Po patjetër më vëlla, tani sot a dëgjove ti që dhe fillon dhe 5 maj. 5 maj, po, kjo është e vërtetë. Po tani po çfarë t'ju them? Po, ka një gjë. Po, ka një gjë tani se duhet e pare punës ka bërë apo jo zoti Velia korrupsion e sakton gjykatën në fund. Pra s'pak mund të thotë ka vrarë edhe gjithë muslimanët në Bosnjë Hercegovinë, por është gjykata që e fakton. Ne thamë që është i faqshëm, ne thamë për çfarë akuzohet. Jo tha ti the ka bërë korrupsion, the. Po thot Spaku më burr, thot Spaku 13 herë thot. Dyshon që ka bërë korrupsion. Nuk thot dyshon, jo. Nuk është 13 gjykat. Nuk është 13 herë, janë 5 vepra penale. Po një, çerek. Dakor, më se dhe me këtë. Po çerek më vlla. Ti je gazetar i vjetër tani i kronikës, si e dyshon. Ore ka vajtur në gjykat më vlla. Ja 5 vepra penale. Ka 5 akuzë. Jo i dyshuar arbër. Ore mos e shmendni njerëzit. Ka 5 akuza. Se doni të relativizoni. Jo, s'ka që të relativizojmë. Po çfarë thua tani? Si ka 5 akuza. Po tani të bëjmë si Robin Hoodi nuk bëjmë dot tani. Ore është 5 akuza në 13 ka 5 vepra penale dhe në 9 raste dyshohet për korrupsion. Po atëherë? Të dyshuar se si korrupsion. Të i akuzuar. I akuzuar. Ah, bravo. Që i vendos në fund fare vendos gjykata, është apo jo? Patjetër. Diskutimi është ky. Pra, politikisht, çfarë mund të themi, sepse procesi është në një fazë ligjore. Sot çfarë vendosi gjykata? Do ndjeki rrugët e saj. Çfarë vendosi gjykata? Gjykata e lartë refuzoi kërkesën për të liruar. Po tani ka një gjë. Se është i pafajshëm. Po si, nuk e liroi se është i fajtor. Ë? Nuk e liroi se është fajtor, po thua. Po bën gjyq publik tani. Jo, si komunizëm, jo. Tani me këtë që thua ti, ti po bën gjyq publik. Ore, o zotri. Se liroi se është fajtor. Jo. Po se po atë sa po the. Nuk e liroi sepse gjeti të drejtë. Ore policia është akuzë penale për Veliajin. E kalojmë pak. Akuzë penale për Veliajin, cila? Po, e kalojmë. Lexojmë se ka vajtur në gjykatë. Ore ma thuaj edhe publikun, nuk ka akuzë penale për atë. Dyshime, por nuk ka akuzë. Tani ka një gjë. Ore, po se ka vajtë në gjyq, mo? Ka vajtë në gjyq për intimidim të drejtësisë, zotri. Po jo, mo, ajo është një. Ky është preteksti që mbahet brenda. Ore, cila është akuza? Po, në akuza që ka futja seneve të palejuara, ka dhe këto. Këta janë të merë fare. Ore, cila është më merre tani korrupsion pasiv, pastrim, të gjitha më merret dosjen më burr ti kur shvjen këtu pa dosje më burr. Ore, zotri, unë kam. Kjo është e fundit kjo që thua ti për. Nëse do ishte për ato, do ishte jashtë sot ai. Ai do ishte jashtë pra kryetar bashkie që të prishi provat. Po pse i lirë me ta çfarë është i lirë me ta mos dhe po pse i lirë me ta shbrenda? Nuk e themi dot, do ishte apo jo. Çfarë thoni më burr se latna më burr. Këtë se themi. Ky ka qenë argumenti i Spaku diskutimi është që mund të prishi provat pra. Shiko, unë nuk e për këtë arsye tani nuk është më ky nuk e interpretoj dot, nuk e interpretoj dot. Ju shtua kur u bë apeli më interpretimin apel ju thua. Interpretimi. Po në fillim u la aty brenda pa ndodhur intimidimi. Që bërin nga Qelia, ai u lan Qeli. Diskutimi është pse i gatroni gjërat? Fati politik, se nuk është diskutim çështje ligjore. Çështja ligjore është në gjykata, në GKK, do të ndjeki hallkat e tjera. Ne nuk mund të themi dot i ka bërë si ka bërë. Spak thotë që i ka bërë, gjykata do thotë janë apo s'janë. Kaq mbaroi diskutimi. Dhe ky është një tjetër element, nuk do të hyj te kjo pjesë, sepse kjo mund të shkojë gjatë, mund të mbyllet e shkurt, nuk e dim. Mund të futen këto akuza të reja që thot Poli, teatri, 5 maj, nuk e dim këtë pjesë. Unë duhet të flas politikisht. Duhet të futen te terreni politik. Po, prandaj jemi këtu. Terreni politik është shumë i rëndësishëm. Tani zoti Veliaj e ka këtë goditje, e ka nga drejtësia apo e ka goditje politike nga Rama dhe nga Berisha. Sepse të shkarkimi, Këshilli Bashkiak dhe këshilltarët e zotit Berisha dhe ata të zotit Rama e shkarkuan. Pra që do thot ka pasur bashkëpunim, unë them që jo. Sepse dhe ka dikush që mund thot dhe ka bashkëpunim. Unë them që jo. Pse? Unë e kam thënë dhe herë tjetër dhe i bashkëpunim PS-PD për Berisha Rama mos PS-PD. Nuk bashkëpunojnë njerëzit e thjeshtë. Madje njerëzit e thjeshtë më vjen keq dhe edhe janë vrarë me njëri tjetrin për parti politike. Ndërsa Rama dhe Berisha kur duhet të shkelin syrin, kuptohen më njëherë. Po nuk është aty diskutimi. Pra, Rama ja bëri Velia këtë goditje apo jo? Argumenti im që kam patur gjithkohës është që jo. Nuk ja bëri Rama. Pse nuk ja ka bërë Rama tani? Ndalemi pak më gjithësisht. Në asnjë moment
Zoti Veliaj nuk ka qenë si lider politik mbi zotin Rama. Në asnjë moment kur bëshin sondazhet, edhe në 2023-shin, pra figurat politike, zoti Veliaj ishte diku te 25%, 27% për qyshmëria, 30% në lideret e mëdhenj politik. Zoti Berisha ka qenë në të njëjtat ujëra. Kurse ka kërcënuar. Zoti Berisha ka qenë në të njëjtat ujëra dhe zoti Basha ka qenë diku te 13% pas 2023-shin edhe pse u tërhoq. Dhe Rama ka qenë konstant, gati 37-40% konstant në qëndrueshmërinë e tij, që në 2023-shin me sondazhe dhe deri në zgjedhjet që sapo lan pas, zgjedhjet e 11 majit. Në asnjë moment zoti Veliaj nuk ka patur një klan të fortë në PS, i cili të ishte i lidhur mes socialistit tradicional këquaj, ata që ishin në PS. Gramos Ruçi që e mban. Gramos Ruçi e emra të tjerë, po ata që kanë qenë në PS në Bashkinë e Tiranës gatuhej gjithmonë, le të themi, e ardhme e Partisë Socialiste. Do edhe në legjendë urbane ajo. Do dalë atje. Pra, nga 2005, nga 2098, 2005 nuk ka patur një urlise ose një lidhje me zotit Veliaj dhe socialistëve që kanë qenë në këtë periudhë ose edhe më herët. Pra nuk ka patur një aleancë. Zoti Veliaj nuk ka patur as me grupin e ri që futi zoti Rama në Partinë Socialiste. I mbaj mend me emra sepse kam qenë gazetar terreni atje kur kam qenë në opozita, Partia Socialiste në opozit. Me klanin e fortë të zotit Tahiri, zoti Veliaj nuk ka shkuar. Kanë qenë armiq, janë përplasur gati dhe publikisht në njëri tjetër. Faktikisht atje, me Damian Gjiknurin, me Ditmir Bushatin, me Lisa Spiropalin është përplasur dhe ka qenë përplasje gati mediatike në 2012-ën. Pra, zoti Veliaj nuk ka patur asnjë aleancë në PS, përveç me zotin Rama. Pruri direkt, katapultima por nga vjerna te nënta. Koptimi ti direkt. Nuk fitoi dot më, e vuri veten në 12 qarqe, në 12 qarqe në 2009. Në Berat fitoi. Në Berat fitoi dhe do Gjibraçja. Atë e mbaj mend si tani, po gjithsesi, jo nuk u fut. Është e vërtetë. Dhe çfarë ndodhi direkt? Zoti Veliaj bëri grupin e tij, Arbin Mazniku, kishte zonjë Klotilda Bushka që është gjithashtu e panderur nga SPAK për intimidim. Toni Gogu, një prurje e tij që e mori zoti Rama e ka ministër parlamenti, pa portofol. Pra, kishte disa elemente të Xhafaj, u fol për një aleancë me Fatmir Xhafën, po ishte një aleancë mendoj unë momentale, nuk ishte një aleancë e vjetër. Histori punësimi. Pra, ishte një aleancë interesash. Dhe koha e tregoi jo politike. E tregoi këtë. Pra, Rama nuk ka patur në asnjë moment interes për të shkaktuar këtë bujë të madh, sepse e ka ditur, nëse do e dinte dhe bëri vetë të gjithë, dinte që do kishte një debat kaq të madh. Rama nuk e ka qef debatin publik, sidomos për probleme që mund të ketë PS-ja. Nuk e do këtë debat. Fakti që nuk e do korrupsiona sidomos. Po për të gjitha, po them, nuk e do këtë debat. Fakti që nuk e do këtë debat nuk ishte si të krijonte një kazus kaq të madhe për t'i dhënë opozitës një bonus, sepse unë insistoj që ky është një bonus shumë i madh që opozitës e ka dhënë SPAK-u. Prandaj mua më bën habi si opozita nuk e ka falendëruar në asnjë moment SPAK-un për këtë bonus nga SPAK-u thotë. Sepse ka një gjë. E thash dhe dje te kolegu Fevziu, po ta them edhe sot, për mua ky është moment shumë i artë i opozitës për të marrë kthesën e madhe të fitores. Si ke zgjedhjen e 6 bashki, nga të cilat 2 ose 3 i ke qendërqarku. Vlorën e ke qendërqarku, Beratin e ke, Tiranën, po ke edhe Matin. Pra edhe Mati shumë i rëndësishëm, ke dhe Cerrikun. Nësa Vlorën, Tepelenën kanë historik, gati 80% vota shkon për të majtën. Tani, gjithë bateritë e demokratëve duhet përqendrohen në këto qarqe. Nuk kanë ata sikur të instalojnë 1000 veta trup që të monitorojë zgjedhjet në Tiranë, 1000 veta trup në Berat, 1000 në Vlorë, 1000 në Tepelen, 1000 në Cerrik, 1000 në Berat, po është një super trup e cila nuk do ta lejë Partia Socialiste të marrë frymë për të bërë manipulim zgjedhjesh, se nuk e bën dot në çdo qendër votimi, në çdo qendër numrimi. Nuk bëhet manipulimi në atë mënyrë. Po, çoj një para, kontrollo gjithë lagjet, pra ke hapësirë të çoj të gjithë partinë, çoj në këto 6 bashki. E ke shumë të lehtë. Fakton farsën, fakton blerjen nëse do ketë. Pra është moment shumë i artë. Dhe e dyta, kandidati, tani ky është momenti, mendoj unë që partia. Do dalim tek kandidati. Dakor, s'po e zharoj atë. Almer. Po është momenti i artë për opozitën që është bonus për opozitën kjo. Dhe ka nga SPAK-u. Arbri mendoj që bonus për opozitën nga SPAK-u. Mendoj që e ka një sarkazëm thellë, do të them për opozitën këtë gjë. Sepse opozita sot është ku thret Kiameti, e kupton.
sot një pjesë e mirë Po pse Malmer ku threq? Ta them unë pra, e para një, opozita lëngon në struktura, Partia Demokratike veçanërisht. Se s'po flas partitë e tjera. Strukturat, po tani do dalin. Parti politike si ka mirë strukturat. E para një herë. Ka disa argumente. T'ia bëj Rama dhe strukturat. Ka disa argumente. Spaku t'ia bëj strukturat, Spaku ja bonusin. Rama po i bën një nder. Sa ka bërë politikisht, kuptohemi. Rama po i bën një nder Partisë Demokratike dhe Demokratëve duke i punësuar të gjithë. Sepse deri tani kanë pritur që të punësoheshin nga partia e tyre, këtë gjë nuk ka arritur, 16 vjet në opozitë, ka një dëshpërim total në të gjithë strukturat. Duke filluar nga antari më i thjesht e deri tek lart në kryesi. Një pjesë në kryesi jo, po pra në lëvizje kapilare opozita sot është e dërmuar. Unë them që zoti Berisha sot të dali, sot të bëj foltore, po mblodhi më shumë se gjysmën atyre që mblodhi 2021-shin. Unë nuk kam çfarë them, do dorëzohem. Do them që ky njeri është jashtëzakonshëm. Po më fal, a thot opozita që është e bler, kjo është e bler ajo, situata ekonomike është keq. Fakti që ka shumë pakënaqësi, ata nuk duhet të shiten. Shikoj. Pakënaqësia të sjell revoltë. Dhe revolta të çon në protestë, të çon atje tek opozita, ndërsa kënaqësia të bën komod të rish në shtëpi dhe të mos dalësh te opozita. Mendoj unë, ka një problematik shumë të rëndë që Spaku e goditi Veliajn si bonus për opozitën. Apo e goditi Veliajn si bonus për Ramën. Si bonus e interpretoj unë. Tu fillon. Ore pasoja ka çdo veprim valla. Ajo është pasojë, po jo se interpretoj kështu, po jo se ja ka bërë fiton poli. Shiko, unë mendoj që opozita fitoi në muajt që u arrestua Veliaj deri 2 muaj pas arrestimit, opozita pati një lloj gjallërimi, 10% rritje. Pastaj më pas filloi çdo gjë të kalonte në normalitetin e vet kur opozita fillon problematikat me listat, kavaja, primare, u çorganizua, u bë një lëmsh i madh aty një tallavaq që s'merre i vesh dhe opozita u kthye prap në gjendjen e kënetës vet. E kupton? U qel prap. Tani Arbri për mua duhet të jetë ashtu si do të Arbri, është shumë e drejtë. Një opozitë që është e uritur për pushtet, duhet të përdorë të gjitha mundësitë e mundshme, kapacitetin e mundshëm të gabimeve të kundërshtarëve në 16 vjet për të përdorur si argumente dhe për të dalë në zgjedhje. Fakti që s'po bën këtë gjë tregon që problemi është opozita, cili është? Është kupola. Janë njerëzit pasiv, janë disa aspekte aty. E para, unë mendoj që është morali. Opozita sot është në marrëveshje absolute sot, do të thonë segmente, element drejtues afër Sali Berishës, se nuk u them Sali Berisha vet, por afër Sali Berishës janë në pazar me pushtetin aktual sot. Pra, marrin tendera, japin benefite, marrin këtë, kanë para, bëjnë pasuri, bëjnë pazar me atë votën e demokratëve. Dhe këta njerëz s'mund kërkojnë sot uri për të mundur pushtetin. Ora të mund kur je i uritur, jo kur mund kur je i ngopur. E kupton? Kur je i ngopur kërkon më shumë do të thashun. Po pra, atëherë çfarë? Ktu është, po mos ma çoke opozita se e kanë pastaj. Tani ka një do të ngelem te Veliaj, sepse më thon Arbi themi më Veliaj. Jo, çfarë roli do ketë Veliaj në këto zgjedhje? Pa ka një gjë, për mua Veliaj vlla, shiko, Rama e ka thënë në biseda të ngushta dhe unë më pëlqejnë të përdorim këto lloj rastesh për t'i dhënë publikut një shans që të kuptojë edhe në një bisedë të brendshme, siç ne i kemi dëgjuar, por të pa konfirmuara zyrtarisht. Unë themi që Rama e ka thënë në mbledhje të ngushtë që unë tregova në këto zgjedhje që Erion Veliaj nuk ka peshë, por ka mund peshën. Këtë gjë është duke i treguar edhe të gjithë kryetarëve të qarqeve ka thënë që jam unë personi që fitoj, nuk jeni ju. Pra, gjithmonë kërkon të tërheqë energjitë dhe kamerat drejt vetes. Tani Edi Rama sot në Bashkinë e Tiranës, të gjithë elementët dhe sepse duke kontrolluar Spakun, duke kontrolluar të gjithë elementet e tjerë, biznesi zgjodhi Ramën dhe nuk zgjodhi Veliajin, sepse e kupton që pushteti është ky njeri. Se ashtu do qëndron një pjesë e biznesmenëve do bësh një ortak me Veliajin, dini kundër Ramës. Pse nuk dalin? Nuk dalin sepse ky njeri ka në dorë dhe kulaçin dhe kërbaçin të popullit. Nuk mund të t'i bëjnë. Sepse Erion Veliaj ka qenë gjithmonë një hije shumë e vogël sa për Tiranë. Ai ka qenë kërcënim për atë. Ta them unë kërcënim serioz. Si? Legjendë urbane. Pse legjendë urbane? Po ja ta shpjegoj shumë mirë këtu edhe me emra, me fakte, me planin brenda ta them unë ta them unë. Erion Veliaj se unë kam përmendur do ngelin memorie, po them njëjtin argument. Do ta them edhe ty për eri përsëris, sepse nuk është. Nëse do ishte kërcënim, a do kishte peshë në 11 maj? Cil? Nuk do kishte peshë Veliaj. Po ta thash. A do kishte? Po patjetër më. Po pse s'pati më valla? Po ma dëgjoj pra 1 minutë. Ma dëgjoj pra 1 minutë, sepse të gjithë faktorët që e përdorin Erion Veliaj për të marrë leje ndërtimi, kuptuan që e kishin bler atë gjë dhe nuk kishin përshtytje reale. Pra kishim dhënë para në këmbim të lejes ndërtimit. Po s'është fuqia ajo. Pse thua që nga i fuqia? Tani ka një interes. Shiko çfarë ndodh. Kjo marrëdhënie interesi, pse qëndronte? Sepse këta kujtonin që Veliaj kishte Alex Sorosin mbrapa. Ndryshoi pushtetin në Amerikë, Rama e përdori këtë lloj hapësire
që po bëhet tranzicioni pushtetit, e çoi Velia në burg, edhe për t'i treguar amerikanëve që unë njerëzit e Sorosit e bëj kurban për ju dhe për t'i treguar atyre qëndrim. Prandaj Erion Veliaj është në këtë gjendje ku është. Tani, një pyetje kam unë, po ta them sepse herën e parë ne diskutuam. Zotëri, si ka mundësi që Alex Sorosi vinte çdo 3 muaj në Shqipëri? Sa herë që bëjnë ndryshime qeveritare, sa herë që kishte ngërç, sa herë që kishte problematika vinte këtu, vinte sepse ishte pronari dhe nuk po i shkonte mirë ndërmarrja. Po ziheshin administratorët. Sot Alex Sorosi pse nuk vjen këtu? Sepse gjërat e ka marrë përsipër Edi Rama. Tani, dëgjoj, tani ti i ke qef këto historira, u pete po pëlqen ti dëgjoj. Ja unë po ta them, tani Redi duhet ta di, ndoshta edhe më mirë se mua pse vinte. Është kontrolli tim, kështu. Se vinte aq shpesh, dhe nuk vinte vetëm këtu, vinte në Beograd, vinte edhe në Prishtinë. Sa në Tiranë, merri shikoj vizita sa herë në Tiranë. Shikoj publikimin. Vinte këtu më shpesh punët për Shqipërinë, ardhën me bashortën e tij, zgjidhte me telefon. Vinte ishte historia e Ballkanit të hapur, e bëri vizita politike. Ishte tjetër gjë. E dogjën amerikanët atë. Dëgjoj. Tash unë mendoj që Erion Veliaj, e thash pak më përpara, ka 3 faza. Ka 3 faza. Erion Veliaj, nëse marrim historinë që pas arrestimit, Erion dhe ne i harrojmë, ose bëjmë sikur harrojmë, ose përgjithsisht si popull kemi amnezi shumë të fortë, aq që kemi 1 javore maksimumi, 2-3 ditore kujtesën. Pas arrestimit, Edi Rama u tërbua, sa nuk e fsheu. Bëri dhe miting anti-SPAK, që s'kish bërë vaki, se Berisha të paktën me një grup, me 6 gra, ose Alio, Ero, gjithë që ti mendon organizimin atje të para bashkisë e bëri Rama? Ishin gjithë punojësit e bashkisë. Vajti Rama mo, shit. Po e bëri Rama ishin gjithë. Rama mbajti fjalim, vajti atje. Para SPAK-ut mbajti fjalim Rama? Jo, në shesh. Në shesh ishte gjenaze e burr, në shesh ishte akt. Dhe ajo para SPAK-ut, ishte larje duarsh. Ajo para SPAK-ut nuk bëj pa vizën e Ramës. Këtë ta kesh 100% sigurt. Se ndryshe je naiv që se beson të kundërt. Po pse mendon pse interesonte Ramës të kishte protestë para SPAK-ut? Ishte më u tërbua për arrestimin e Erion Velis, doli dhe ju tha SPAK-u, Republike Prokurorëve mbajti fjalin, mori dhe rektorin e bujësorit të fliste. Nuk ju jap telefonin tim, mos ishte mbledhje, nuk ishte aty më ishte mbledhje. Mori dhe rektorin e bujësorit në atje të fliste kundra SPAK-ut. Apo harrove. Po pra, po ishte. Pastaj pa pritur. I erdhi sinjali që andaj dhe këta e din dhe kalamajt. Dhe i than stop këtu. Edhe e ktheu në fuqinë e vet, pastaj nuk ngacmojmë nuk kështu se ishte edhe fushat. Dhe shikoj videot të Ramës, janë zhdukur dhe nga rjeti, mitingjet anti-SPAK të Ramës. Janë zhdukur. Pse? Sepse i thanë këtu e ke vit kuqe, siç po e thon hapur, vije kuqe në çdo raport të BE-s të ashtu, drejtësia, SPAK-u, gjithë këkoja janë vije kuqe për ne. Bëni çfarë doni, çani barkun. Iku kjo. Erion Veliaj brenda pësoi atë karmën që Erioni ju a bëri drejtorëve të PSD-s. Që ta dishti, drejtorët e PSD-s në fillim Erion Veliaj ju dërgonte mesazh, siç i dërgonte Rama pastaj vetë Erion Veliaj. Mos u mërzisni, do ta kalojmë lehtë, me pak, e ke parasysh, mos flisni, mos bashkëpunoni, këtej jashtë ne po marrim masat, etj, ase kemi se edhe kanë ingranazhe të caktuara dhe në SPAK, të paktën informacionin e marrin ndonjë prokuror dhe mund ta përdorin, se nuk jam unë që jam SPAK-u dhe... Po, aty doli kërcënoj dhe Ramën, në tha... Tani, ky heshti dhe u paraqitej si krye bashkiak. Po ta shkoj dhe por një mesazh e jepte se paraqitej në TikTok. Pastaj bëri mesazhin e famshëm që kur të flas unë ti do jesh lajmi i fundit, breaking news. Dhe atë e fshiu të nesmen. Kush e kapi nga media e kapi, kush se kapi e fshiu. La dhe ai nuk se breaking news nuk Erioni kur ngre harkun, thot gati, po ngrite harkun drejt qiellit do shënjosh vetë Zotin, ndryshe mos e ngri fare. Dhe ai harkun e ngriti drejt Ramës, sepse kur i thot do bësh lajmi i fundit, se do bëhet lajmi i fundit, ku diun kush mund të bëj? Belinda apo tani ky është në këtë fazë që i shkoi në gjykat, shkarkimi etj, gjitha këto. Aktualisht u hapën mediat pas asaj që çojnë kushtetuese, u një entuziazëm i madh që Erion Veliaj i hapi luftën e Edi Ramës. Unë qesha me veten time. Unë isha një media që nuk e vura atë titull. Sepse ajo nuk është luftë. E kupton? Pavarësisht se kam atë indicion që argumentova që përkundrazi është një lloj ndihme që po ja jep Edi Rama, duke
Prit të bërë. Pse i duhet Edi Ramës një person që i synon të marrë vendin, i duhet në lojë, çfarë i duhet Erion Velis? Është në lojë, nuk Pse i ka. duhet jashtë? Humbur Edi Rama. Harojeni lojën e Erion Velis, po. Erion Nuk është më në Velis. lojë. Erion Velia po lufton Pse për i fatin e duhet vet. jashtë, pse i duhet jashtë, më këtë na thuaj neve, pse për te argumenteve 1, 2, 3, dakord. Jashtë pse i duhet? Pse po e liron ai këtë gjë? Kush po e kërkon? Nuk po e liron, nuk po e liron. Po ti thua që po e ndihmon që në Strasburg ai Po të fitoj më ndonjë dinjitet se në Strasburgu s'ka çfarë të bën më. Do lirohet çfarë? Do rikthehet politikë aktive, çfarë do fitojë? Ore, ëndrat e tij është tjetër gjë. Ore, çka ka në dorë, më kaq ka në dorë po e ndihmon, po them. Ore, ose po e ndihmon. Nuk jam Erion Veliaj, nëse mund ta quajmë lufti, i ka hapur një luftë për shembull ligjore, juridike quhet. Kjo që i thot, se i thot hapur, vendimi tënd për shkarkimin tim është antikushtetues. Po pyet Edi Rama për këto gjë? Atëre, ka 3 lloj luftrash dhe unë do them luftë, Erion Velia i hap luftë Edi Ramës vetëm kur të shkojë në fazën e tretë. Fazën e parë për mua s'është luftë. Faza e dytë, unë do ta quaja betejë ose sfidë. Cila është? E dyta është të dalë të shpall kandidaturën i pavarur. Po se bën këtë ai se ai Tani, di ato Unë po them hipotetë dhe të verifikoj. Dhe Ramën këtu dhe e trem një çik, se njerëzit vën votojnë, e di që ka plot në Tiranë që thonë Erioni ka punuar mirë, ai ka pastruar, ka plot më valla. Po ka shumë. E çan pëse. E çan e sfidon, ndoshta jo deri në humbje, po e çan. Kjo është sfidë. Pastaj luftë, unë do ta hap Alfa Presin që i hap luftë të hapur, kur të bashkëpunoj, sepse kutia e Pandorës, gjithë ekzekutivi, pastrimi të lekëve, edhe i shumë gjërave të organizatave dhe të korrupsionit është ekzekutuar. Të kthehet i penduar, po thua poli. Bashkëpunëtor. Bashkëpunëtor. Është ekzekutuar në Tiranë. Dhe ai dhe ne e dim shumë mirë, dëgjoj. Dhe ne e dim shumë mirë. Ne e dim shumë mirë që po flet sigurisht në Veliaj në Nuretin Dumani valla, nuk është në Nuretin Dumani, nuk mund të bëj këtë gjë. Jo, një person që thash 3 hipotezat më valla, po prit apo flasim për fatin e Erionit. Për ndryshe, Erioni do vazhdoj një rrugë shumë, kam dëgjuar dhe juristët më pro Erionit, e ka rrugën penale shumë të gjatë, ndoshta shqyr inshallah deli pa fajshëm dhe po është në lojë politikisht. Prap. Por rrugën e ka shumë të gjatë. Kaq kjo është historia e Erionit. Kjo që mund dhe Erioni nga burgu, nëse do të kthehet, dhe këtu dalim prap tek lufta politike, nëse do të kthehet një person që ta mbaj veten politikisht etj, kthehet vetëm kështu siç thash unë. Grupin që ka jashtë ta nxjerr hapur kundra Edi Ramës. Po nëse grupi që ka jashtë i thotë bashkëpunon me Berishën kundër. Po s'ka grup, ma kjo është më keq. Dëgjoj një sekond. Gjithë ata e diti nga 20, nga një listë me shumë biznesmen, edhe me të tjerë që ka marrë spakut pandehur, se s'është vetëm Erioni, ka një vargan, edhe biznesmen të mëdhenj. Po, i kemi parë. Tani, dhe gjithë që janë pyetur, 90% e kanë shitur Veliaj. E kanë shitur Veliaj. Ti thua grupi jashtë, këta thonë. Edhe 5 ai këtë vetëm ta bëj, vetëm në kuptimin simbolik ti thot, e ke përshtypur unë kandidoj. Ai e di që sfiton, po për të treguar që e ke përsysh. O zotëri, unë s'jam dakord me ty politikisht. Nëse nuk e bën këtë poli, nëse nuk e bën këtë, atëre ka pranuar. Dëgjoj. Shko, se po flasim shumë. Do ikin dhe këto zgjedhjet ashtu dhe Erion Veliaj pastaj është vetëm një çështje personale e Erion Veliaj, sepse nuk është mas kryetar bashkie. Nuk përbën asnjë lajm politik. Do të thënë çdo diskutim për atë është një diskutim për fatin e tij personal të një individi. Ai e ka një sekret, ai ka një kuti Pandore. Po prandaj themi, prandaj diskutohet. Se si do ta përdor, nuk do ta përdor, ajo është çështja e tij. Tani pse kjo që thot Poli nuk do ndodhi? Kjo që të ndodhi, kjo që thot Poli, i bie që hapja e kutisë Pandorës po. Unë i thash si hipoteza, nuk është. Po unë them as hipotezë. Asus pres. Mos e çojmë në mend. Fare, sepse qetësou Edi Rama, qetësou. Jo e kam me ty. E kam me ty. Që Rama qetësou. E ke kontradikt se ti thua apo prit. E ke kontradikt ti këtë, sepse të ndoqja me shumë vëmendje. Pra që të ndodhi kjo, i bie që Veliaj të bindet që e ka arrestuar Rama, i bie që s'pa kontrollohet nga Rama. Po ti tani je me tezën që s'pak kontrollohet nga Rama. Jo se juve dëgjoj. Po ju i keni premisat gjithmonë të interesit. Jo. O ka interes, është interes politik. Përse do bëj luftë Veliaj me Ramën, po nuk e ka arrestuar Ramën. Jo. Po me kohë ta bëjnë. Bashkëpunëtor, dëgjoj një sekond. Po me kohë ta bëjnë. Jo. Tani nuk politike me këtë, se s'e kuptova, se dëgjova shumë. Duro.
Nuk është bashkëpunëtor, se ju e keni domethënë o për inat, o për akmarrje, o për luftë, o për këtë. Gjë që s'ka ndodhur në historinë botërore, po gjithë bota nga akmarrja ka. Dëgjoj, akmarrja. Okej, dëgjoj, kur i vran nipat dhe fëmijët këtij Bushetës. Tani dëgjojnë. Po jo, mos s'është vetëm te mafia. Shikoj çik problemi që shikon në syrin e mafias. Tani dëgjoj. Shikoj çik me syrin e politikës. Politika është ndryshe. Po shikoj çik me syrin real. Të mafias nuk është. Me syrin e vetes, ose unë për shikoj me të vetes, si kur jam aty në qeli, kam gruan jashtë, kam nënën jashtë, kam djalin jashtë. Nuk kemi aq mëkate. Mendimin unë më burë, e vë veten, e çoj veten, sikur të kur të kam arrestuar unë, pse do sulmosh Redin? Po duro pra, dhe jam duke gjetur rrugë zgjidhje. Jam, pavarësisht se si flas politikisht, i pafajshëm, e di çfarë kam bërë, e di çfarë më kanë kapur, e di çfarë s'më kanë kapur. Dhe atëherë, si do t'ja bëj unë jetës? Do t'i mbaj gjitha në kurizin tim dhe do të shkoj si burr atje dhe do t'i bëj 5, 10, 15, 20, apo do bashkëpunoj dhe jo për kujt të Ramës. Po për çfarë? Për çfarë qëllimi? Lehtësira. Ndërkohë që ti Ramën do ta kesh ligjin për bashkëpunimin. Lexo ligjin për bashkëpunimin edhe lehtësira. Se ka gabim kandidat. Se ka gabim. Në fund fare mendon për prafanicën e vet. Në fund fare në mendje atje tek ajo qelia. Kamardarja vetëm e shpëtimit të Rama. Prandaj nuk ka për të ndodhur asnjë gjë. Është shpëtimi i Rama. Sepse kamardarja Rama e thaj, po nuk e shpëtoi asnjë gjykat, që edhe unë jam dakord. Në fund të ditës gjykata lart që ka kontroll, se i ka zgjedhur vetë. Se kamardarja e shpëtimit. Kjo është ironia, dëgjoj. Është mirë, ironi e mirë. Kjo është ironia e gjithë kësaj situate. Tani, e para Veliaj, dilemën e parë, ose çështjen e parë duhet të merret juridikisht të përballet me një mal me akuza dhe me një mal hetimesh që po i vinë edhe për çështje tjera. Dakor. E para, e dyta, duhet të zbuloj bëhen në momentin që ky e konsideron veten bashkëpunëtor. Jo, në momentin që konsideron veten domthon të burgosur politik. E dyta, jo nuk zhvillin ato. Ato zhvillin drejtësia. Vjen në emisionin tënd. Ato vjen në emisionin tënd. Ato vjen në burgut janë. Iku kjo fazë. Vjen për emisionin tënd. Diskutimi i dytë kush është flas. Po politikisht do burr ai e ka kuriz burgun ju thoni politikisht. Velia duhet të bindet nga kush i ka ardhur kjo gjë dhe duhet të bindet 100%. Pra i ka ardhur nga Rama, i ka ardhur nga Përtej Oqeanit, që mund të jetë një mundësi. Apo mund të jetë thjesht etusit e SPAK janë forcuar aq sa duhet dhe kanë thënë stop, këtu ka shumë probleme. Nuk e lejojnë më, kanë bërë punën e tyre, janë ndjerë të fuqishëm. Por çfarë i ka ardhur nga Përtej Oqeanit Arbër? Kush ka gjetur qëllimin? Po shiko, lëshimi e ka fjalën, lëshimi. Kurbani, pra unë besoj që nëse po futemi pak në konspiracion, dhe besoj këtu ti pëlqej shumë Almerit, dhe futemi pak konspiracion, pra nëse ka qenë një pakt Berisha Rama, ja futut Berisha Rama ka qenë që ti duhet t'japësh një kurban të madh, dhe ishte Meta, ndërsa ti duhet t'japësh një kurban të madh që ishte Veliaj. Dhe po ta shikosh, zoti Almeri vet nuk i ka pasur, kanë demokratë. Dhe po ta shikosh se këtu jemi konspiracion, për ta bërë çik me pak humor, po jo vetëm, ka një gjë. Po ta shikosh, në të vërtet zoti Berisha ka përfituar shumë nga sistemi i drejtësisë. Mori vulën. Nga vula, ju lirua... Ky e kryetari i opozitës. Se ka gjetur gjë opozitën në këtë sistem. Absolutisht. Dhe përveç asaj, zoti Berisha ju liruan edhe të afërmit e tij, familjarët, dhëndri, pra sepse pikën e dobët të dhëndri. Nuk ka, përveç asaj, nuk ka asnjë hetim ndaj familjarëve të tij. Vendet boshje, sepse u tha do arrestohet. S'është lajm i mirë që s'ka. Nuk ndodhi, u fol për të bien, nuk ndodhi. Pra, janë gjëra që nuk kanë ndodhur. Dhe i bie që po bëhet konspiracion. Pra duhet të jepte diçka. Nuk dha familjen normalisht. As nga ana tjetër nuk dha asnjë gjë të afërt dhe kanë dhënë të dy nga një gjë të largët. E futin sherr me edhe me Berishën, i paparësh. Po pse unë i futa, pa di shumë mirë ata nëse ku ka futur. Unë mendoj që Poli e trajton Erion Veliajin si njëri pa peshë, si njëri të zakonshëm, i cili ka kryer disa vepra penale. Tani po, ashtu është. Tani. Jo, nuk është ashtu. S'është asgjë. Nuk është ashtu. S'është as kryetar në tërsi. Erion Veliaj është njeriu më i investuar në Shqipëri nga Fondacioni Soros. Edhe mbi Edi Ramën po të duash. Është numri 33, pra një numër i shenjtë që kanë ata brenda këto klikat, llozhat. Është shumë investuar në Shqipëri. Fakti që brenda ka dhe Fondacioni llozha.
Po patjetër fondacioni është Në fondacioni është fondacion dhe është legal. Ne po flasim gatron me masonët. Po, ne po flasim për një. Se janë masonët tu? Ka një gjë. Ne po flasim për një botë. Kjo është konspiracioni. Po dakor, pra mal U futu konspiracion. Le të qëndroj unë. Unë mendoj që Fondacioni Soros në Shqipëri ishte në një dilemë të madhe këtë mbështeste përballë dy alternativave. Kjo gjë buronte kishte gjë burimore Shtetet Bashkuara të Amerikës për plasjen e klanave. Mbështesi Veliajin apo mbështesi Ramën. Një grup ishte që t'i jepte okej Veliajit për vazhduar pushtetin si pasardhës së Ramës, një grup që ta vazhdonte pushtetin me Edi Ramën. Këtu ndikon dhe luftë, ndikon dhe aftësia e brendshme e Edi Ramës që bën këto lëvizje të pazaret e vogla në Shqipëri dhe nxorën jashtë lojë Erion Veliajin në brenda Fondacionit Soros. Për këtë arsye u bë kurban. E dyta, Erion Veliaj sa do neve ta marrim si njëri të thjeshtë, të zakonshëm, njëri që s'ka peshë, njëri që u sulmuar. Gjithë kohën ka qenë njëri që ka ushtruar ndikim të her pas hershëm qoftë opozitës. Ka qenë, jam dakord, ka qenë. Koha e shkuar. Unë po them çfarë është. Unë e pash në Këshill Bashkiak, po e di sa lek marrin ata në Këshill Bashkiak. 10% të rrogës sekretarit. Nëse sekretari ka rrogën 3 milion lekë, ata marrin 300.000 lekë. A e kupton ti si e shitën ata për 300.000 lekë rroga ti? Leqe janë të zgjedhur. Jo, me këtë si janë dakord që u shit. Ja këtu. Jo, ti shuan më. Ky sot është i fortë. Unë po them nuk që kur u fut ka një gjë. Që kur u fut brenda s'është më i fortë. Po ta mbaroja mirë. Biznesmenët e lëshuan. Dëgjoj, biznesmenët gjithë. Ka vajtur ai Sula atje dhe ka thënë, o vlla, tha unë vërtet e kam firmosur tha që ato lekët ishin timet, po në fakt ishin timet se doja ta ndihmoja. Tani çfarë them unë ty? Ti thua është i fortë. Ka qenë më patjetër shumë i fortë. Ti e trajton Erion Veliajin si një korruptor të zakonshëm, sikur arrestove drejtorin e drejtorisë në Gjirokastër apo si drejtor të zakonshëm. Peshë të madh e trajtoj. Po pra, është një peshë shumë i madh për mua. Por ka një gjë. Të bëjmë analizë logjike. E para, pse Erion Veliaj nuk sulmon Spakun më? Të bën përshtypje ti që nuk e sulmon më asnjë nga prokurorët? Sepse Erion Veliaj këtu është duke pritur një sinjal. Pra, po ecën atë kornizën e amerikanëve që mos prek drejtësinë. Po jo, më është shumë. Sepse do ta zgjidhim ne. E para. Po se sulmoi dhe ju shtua dhe një akuz tjetër. Por pse nuk e sulmon tani më mbrapa thotë që unë në dosje, por Ilir Meta ç'a bën? Nxjerr avokatin e thotë 1, 2, 3 argumente. Nuk ka jurist Erion Veliaj të sulmoj Spakun me argumente më. Ose të paktën, jo të bëj lojë juridike. Për punë Erion Veliaj gjatë sikur s'ka avokat fare. Po pra, nuk ka arsyetim logjik, nuk ka arsyetim juridik nga Erion Veliaj përballë akuzave që i ngrihen. Pse po hesht Erion Veliaj? Sepse Erion Veliaj është duke pritur. Dhe çfarë pret ai? Pret një fuqi madhore pra që ta shliroj. Kjo fuqia madhore ai pret momentin e kësaj gjës. 2, pse nuk u sulmon Edi Ramën? E di që Edi Rama ka erdhi sinjali sot nga fuqia madhore. Edhe 5 majin brenda. Po lëre më, kjo është e brendshme. Unë besoj që i pret për te Oqeani një sinjal. Po Oqeani këtë do urdhëroj, mos si do ta sjell. Si? Spakun do urdhëroj. GKK-n që sot e do çfarë do ndodh nesër, ne po flasim për sot. Sot Erion Veliaj ti nëse më argumenton mua që më bind ose bindin publikun, pse Erion Veliaj nuk reagon ndaj Edi Ramës, ore nëse do ishte ai në luftë. Erion Veliaj vërtet. Po pra, nuk është sepse di që Edi Rama ka në dorë dhe drejtësinë, ka në dorë dhe çdo gjë të mundshme në Shqipëri. Në çfarë roli do ketë këto zgjedhje që të kalojnë pak te opozita? Erion Veliaj në këto zgjedhje do jetë një nga mbështetësit kryesorë të Ogerta Manastirliut, nuk ka rrugë tjetër, është shamat. Domethënë burgu i Durrësit voton apo s'votojnë ata? Nuk ka lidhje burgu i Durrësit. Të gjithë elementet e Erion Veliajit që presupozohen këtu, o do jenë pasiv në zgjedhje, ose do jenë pro, asnjë s'ka prital kundra. Mos prit. Pse? Se ora e tha Arbri më zotë se pala tjetër që mund të bashkëpunojë Erion Veliaj, që mund ta ketë aleat, nuk e ka aleancën me Edi Ramën zotëri. Shumë seriozisht e ka këtë gjë. E ka aleancën. Ja, dëgjoj një sekondë. Edhe Edi Rama 3 ditë të mos jetë kryeministër, ke për ta parë se si do të jesh. Ore pse këta që janë jashtë, ai u fut brenda. Këta që ore ndoshta ja çajin hallin. Ai që u fut brenda, këta që janë jashtë. Dorin pa bukta. Dorin rrugëve. Këta më që kanë qenë grupi Erion Veliajs. Patjetër që do shkojnë me Edi Ramën më dhe do punojnë dhe do t'i bie në sy në Tiranë, grupi Erion Veliajs do punoj dhe më fort. Po zotri, Ilir Meta i shpalli luftë të hapur Fallosnanos me një lëvizje të re politike. Erion Veliaj pse nuk ka marrë iniciativë pra? Po ja po ta them pra. Le të dalë ta filloj me kandidati pavarur. Po harrojmë një gjë. Të dali kandidati pavarur thot Poli, të hapë. Ore të nxjerrë kandidat tjetër më parë. Të bëj një lëvizje, të bëj një lëvizje, pse nuk e bën? Gjithë njerëzit e tij po punojnë me zotin Rama. Po pra, këtë po them. Po s'ka njerëz jashtë. Ka një gjë, po të kërkonin orientim ata. Për vete më burr. Po të vazhdojnë punën ata më burr. Përse zoti Veliaj që në këtë moment që flasim ne, në çdo teori të artit të luftës së tjerë, ka një armik që është drejtësia për momentin.
në klapa gjithmonë. Pse të bëj dhe mik zotin Rama politik? Pa intereson të bëj luftë totale në kushtet që është, nuk intereson. A është faktor politik për fatin e Bashkisë Tiranës? Faktor politik është mbyllur. Ky është debat që njihet në gjithë botën. Kur ai është aleati numër 1 i Tiranës. Këtu ka një përjashtim, dëgjoj, politika shqiptare me këtë që po diskutojnë neve, ka vetëm një për kamikaz, ka vetëm Sali Berisha. E ke parasysh, le të shkojnë poshtë më poshtë, pa bukë pa bukë. E ke parasysh, do të thënë Sali Berisha thonë. Këta të tjerë, socialistët, kur iku nanua, erdhi ky sa i dobët ishte në 2005-ën, që ja rua nano në shkretë. E ke parasysh, që kishte marrë masat vetë. Tani ju po flisi për gjithë, ai që është jashtë. Ne po i shkojmë normalitetin. Ai që është jashtë do vazhdoj biznesin, do vazhdoj punën olla. Ore Ato i ka me Ramën. Premisa është e thjeshtë. Veliaj po pretendon që po goditet politikisht. Pse të mos pretendojmë që do ketë një lëvizje politike? Nga kush? Sa Arben Ahmeta i thot më godet Edi Rama. Ky s'po thot kush e godet politikisht. Berisha, se thot do ta Berisha, se Berisha e shkret po e mbron. Po i thot po i shkelen të drejtat, po e personalizoj. Ora shumë e thjeshtë, më le të ngrem argumente. Unë do t'i ngelem idesë që kam në kokë, a do ta them të s'po plas. Ore, unë e mendoj këtë gjë edhe e besoj fort. Erion Veliaj sot po të kishte sot, më thënë një mbështetje diku, do kishte nisur luftë kundër Erion Veliajit. Po nuk ka një faktor kundër Ramës, më fal. Nuk ka një faktor që i thotë jepi para se na ke Rama. Nuk ka faktor. Për këtë arsye nuk nis luftë. Pse nuk nis? Sepse ka kuptuar të vetmin bashkëpunëtor që i patin 2005-ën që ishte Sali Berisha, nuk e ka. Nuk e ka Berisha? Po se ka pra. Po nuk ka mundësi të ska Berisha, nuk do Berisha të marrë Bashkinë e Tiranës apo të luftoj Ramën. Sepse Berisha po i dirë dhe mbrojtje. Dakor, pra, Berisha po jep sinjale atij për bashkëpunim. Por unë mendoj që Erion Veliaj është mosbesues ndaj të gjithë raporteve që mund të ketë me Berishën. Sepse ai kupton që Berisha apo aleanca më dha 12 janë bashkë. Pra, e tha Arbri për tani ka dalë ka logjik kjo. Tani ka dalë Monika thot dosjen ma bëri Erion Veliaj thot ma bëri Ilir me tha me Monikën, se s'merret vesh. Këta janë pa në konfliktin interesit. Betejë brenda kodrës diellit. Po. Kjo po. Almer. Mali diellit, mali dalin përballë tek opozita e konsideruan bonus për opozitën Arbri. E konsideroi, ndërkohë opozita kanë nxjerrë edhe kandidat. Kanë nxjerrë Ermal Asimen, Florian Haçën edhe kujdes me terma. Kanë nxjerrë opozita. Apo janë 3 emra të përfolur, bëj pak po gazetaresk gjën. Janë 3 emra të përfolur. Dakor, po Belindin me Ilirin besojmë. Jo se për hapë panik, është. Nuk është ashtu. Okej, flasim pak tani për këto zgjedhje. Te PD-ja s'ka konspiracion. Te PD-ja do bëjmë konspiracion. Te PD-ja ka konspiracion sa bush, po. Shiko ç'a ndodh. Opozita është në ditën e saj më të keqe. Është në rast fatkeq, është në rast zije. Sot opozita opozita do të bëj dasëm për s'ka dhëndër. Po nuk është një shans i artë siç thot Arbri. Ora, unë po them do të bëj dasëm për s'ka dhëndër o zotri. Nuk ka dhëndër, nuk ka këtë martoj. E kupton? Nusja është aty, ka dalë Ogerta, këta nuk kanë dhëndër. Çfarë bën i zoti i shtëpisë? Po pra, tani i zoti i shtëpisë po kërkon dhëndër. E kupton, po kërkon dhëndër. Opozita është ku 3 kilometra e politet. Jo. Pra, opozita pse apo Almer do të vazhdojë të mbrojë opozitën. Do ta bëjmë avokatin. Këta 3 emra, ti kush janë këta emra? Shiko çfarë bën opozita. Opozita sot është kërkon që t'ja, do thënë, do të shmanget betejës dhe kërkon që t'ja hedhë partive të vogla një propozim, një ide, për thënë që ne u morëm mendim, ne kështu, hajde kështu. Sepse është fatkeqësi kombëtare që Partia Demokratike nuk është më forcë që shqiptarët i besojnë për të qenë një forcë reale qeverisëse. Është një opozitë në ditën që sot nuk shihet më shpresë. Dhe kjo është fatkeqësi kombëtare. To si përfaqësuese Almer, pse Partia Demokratike duke mos gjetur një emër brenda strukturave të veta, një emër që përfaqëson logon e Partisë Demokratike, i ka zgjatur dorën për bashkëpunim forcave të vogla dhe ka thënë. S'ka. Një emër të sakrifikoj. Nuk ka pra emër fare. Jo. Ore fare askush. Ore morën nga 20.000 vota Ali Mehmeti me Joritën. Po nuk pranojnë të kandidojnë më. Po pra thuaj, nuk ka një emër të sakrifikoj. Nuk ka emër. Në ç'kuptim, se ajo s'është për mua sakrificë, ai është merit, nuk është merit se harrohesh, bën një muaj fushate, të 7 ditësh fushata. Shiko ç'a ndodh. Duke qenë që Partia Demokratike vendojnë për prapanicën e vetes. Ka një gjë, edhe unë po them edhe me këtë gjendje që jam, me këtë që kandidon opozita, edhe ty të marrin njerëz të kandidojnë, sepse ata e dinë që duan dikë që ta vënë mish për top aty, nuk ka më. Pse mendon se është kështu? Partia Demokratike, pse mendon se është mish për top? Partia Demokratike për opozitën.
Partia Demokratike është sot në momentin më të vështirë nga që strukturat janë të demotivuara dhe nuk janë të gatshme për bërë një garë të re. Pas një rezultate që u thyen në mes, me vjedhje votash, po ta quaj, me çfarë të duam, me rezultat shumë të dobët, askush nuk motivohet dhe nuk beson që fiton një kandidat i opozitës përballë këtij pushteti, sepse zoti Berisha thot vetë, e artikulon, me Edi Ramën nuk fitojmë dot. Ju e pa çfarë doli dje, lëre kandidatin këtu. Dje u artikulua dy teza, një nga Belind Kolliçi, dhe një nuk e di kush tjetër e tha që neve po mendojmë që edhe mos futemi Ivi Kaso. Ne po mendojmë që mos futemi në zgjedhje, kjo është më fatale, më e rënda akoma. Sepse këta çfarë po ndodhin sot, këta i trëmben o përdoj, i trëmbet që një kandidat i propozuar nga Gronsheaj mendojnë që pazarin me Ramën, sepse gjithë janë menduar bëjnë pazar këta. Pazari me Ramën do ta bëjnë ata ne s'marrim gjë. Sipas teorive të konspiracionit, një kandidim pavarësisht se dihet që sfiton sa la. Si? Sa shkon? Sa zero. Jo, futemi. Sa shkon faktura? Sa zero? Si shikon këto? Tani do ta mbaroj dhe gjë. Këto emrat janë propozuar nga partitë e vogla si kandidat konsensual nëse do pranohet bashkëpunimi. Është i vetmi kusht që kanë partitë e vogla, Agronsheaj, Lapaj, e kupton, dhe të tjerë me radhë i thonë PD-s, neve pranojmë të bashkëpunojmë në koalicion të përbashkët, nëse kemi kandidat nga shoqëria civile dhe kandidat partijak. Atëherë PD-ja ka ngritur një komision me Belind Kolliçin dhe Flamur Nokon dhe po shkojnë po dëgjojnë alternativat e dhënë nga aleatët. Të tre këto emra janë dhënë nga aleatët. Por unë mendoj që nuk do jenë këta asnjë nga këta sepse ka emra të tjerë në lojë. Dhe unë mendoj që në fund fare PD-ja do dalë me emrin e vet. Edhe dy nga emrat e vet, unë mendoj që janë Ilda Zhulali, e përmenda, mendoj që është dhe Gjergj Bojaxhiu. Pra këto mendojnë që janë emrat më të predispozuar për të qenë kandidat të pranuar dhe për të kandidat vërtet. Gjergj Bojaxhiu këtë se Gjergj Bojaxhiu, Gjergj kandidatuar i pavarur me partinë. Gjergj bashkë me Asimen kanë patur nismën. Po, tani paracakohesh. 2017 më. Tani ka dy skenar, mendoj unë, është kjo që thot Almeri, pra skenari i parë. Nisma për Shqipërinë, si e ka patur. Skenari i parë që ka të bëjë me atë që një eksponent jo i angazhuar politikisht te e djatha, te Partia Demokratike, por që ka një prirje opozitare, të jetë ai kandidati i opozitës për këto zgjedhje, dhe skenari i dytë kush është pra një skifter politik, një fajkua politik të marrë pjesë dhe të jetë kandidat në këto zgjedhje. Humbja e sigurt mendoj unë do t'i vi Partisë Demokratike nëse ajo do të qëndrojë stoike te radhët e saj, do qëndroj tek emra që përmendi Almeri. Se ti mendon që një kandidat i dalë në shoqëri civile me këtë, por nuk fiton dot askush, e ke shumë gabim. Unë nuk po them fiton, por ka një gjë, ka dhe humbje dinjitoze. Më mirë të humbasësh me kandidatin tënd, se sa të humbasësh me kandidat borxhe. Ka humbje me 10.000 vota, edhe me 100.000 më. Ka humbje me 100.000 vota. Dakord, humbe me Belind Kolliçi me 60.000 më, humbe më turpëruse, po humbe me kandidatin tënd. Po ishte situata prapë ishte vështirë. Si? Ishte pa çdo moment po doja ka të vështirë, po mirë është shumë gabim që ti të marrësh kandidat borxhe. Jo. Kjo për mua është mirë, kush ma garanton mua fitoren që një kandidat nga shoqëria civile mbështetet nga strukturat e PD-s? Garanton ti mua? Po tani nëse një parti politike nuk ka unitetin e saj që të thrasë nuk i kontrollon dot strukturat e saj. Ke gabim pra, nuk i kontrollon dot. Sa kontrollon ke parti politike? Strukturat jo, drejtësinë jo, policinë jo, banda jo. Cili është mekanizmi që kontrollon strukturën? Mekanizmi është o me punësim që ti i tund këmbët, ose me kandidat i cili është je premisë shpresë për fitore. Nuk ka mekanizmi që ti kontrollon strukturën, është duke i dhënë një të vërtet të madhe, që nëse kemi nga 1 deri në 100 mundësi, ne i kemi Mermal Asimen, i kemi Medlira Çepanin, Florian Haçkajn. Kjo është kontrolli i strukturës. Nuk është strukturës duke i thënë votoni atë militantin tuaj, atë që flet gjithë ditën të njëjtat gjëra që ne kemi dëgjuar në maj të 2025-s tani, dhe atë që kemi dëgjuar në zgjedhjet e kaluara. Opozita duhet të ndryshojë, miku im. Ky është momenti që opozita duhet të eksperimentojë për të treguar që është ndryshe nga vetvetja. Pra ti thua që opozita duhet të ndryshojë vetëm shifrat e humbjes, po dhe mbi të gjithë kryeqytetin Arbër. Po për kryeqytetin më fal. Kryeqyteti do figurë politike. Po jo si do figurë politike. Po çka këdo? Po mirë më fusni pastaj ku dëgjon të zonja. Po them dakord, ti profil më i but mos ti fajkuar skifter, po unë jam ajo që ka ndodhur në Partinë Demokratike. Guida politike që duhet të ndjeki opozita në këtë zgjedhje janë zgjedhjet e 2011-s. Rezultati më i mirë që ka marrë Partia Demokratike në zgjedhjet lokale në Tiranë dhe që ka dalë fituese me zotin Basha. Ka patur disa qasje se mua më kujtohet që tani fushatën kanë ardhur dhe kanë bërë një grup i huaj.
ka bërë fushatën. E para, e dyta, zoti Berisha ka dalë shumë pak në fushatë. Ishte porosi, Madje as pak, u zhduk. E treta, ka qenë mesazh qytetar, mesazh jo konfliktual, mesazh perëndimor. Pra, e ka një guid, e ka një udhëfyes, e ka një manual. E ka një manual Partia Demokratike që duhet bëj për Tiranën. Tirana, po Lul Basha në atë kohë ka qenë Lul Basha se dha fitore Nairobi që përveshje atje për zotin. Tani 10 ka qenë preferuar, ka qenë ashtu se kam qenë atje kur përveshi Mëngat Arvizu. Madje Arvizu erdhi për ta qetësuar situatën, se dëshu zune pesë kuti rati një nga Kosova për votor për Lul Basha dhe se mund të ndodhte, doli kandidat elektorati gri. Edhe vetëm tuaj isni poshtë që PD-ja ka fituar Tiranën, vetëm Lul Basha. Ku është zona, ku është bashkia që ka numrin më të lartë me elektorat gri? Është Tirana. Ku është abstenimi më i madh në votime? Është Tirana. Ku janë njerëzit më pak interesa shtetëror? Është Tirana dhe më konkretisht Unaza e vogël. Janë njerëz që merren me biznes të vogël, të mesëm, ndoshta edhe të madh, nuk kanë interes fare shtetëror, sepse pjesa më e madhe e interesave që gjeneron pushteti lokal është jashtë Tiranës, sepse pushteti lokal në jetën e përditshme, në punësime, nuk ka shumë dorë në kryeqytet. Në bashkitë e vogla, po punove në shtet e ketë vështirë punësh gjetiu. Nëse në Tiranë nuk pyet njëri fare për pushtetin, për politikën, po i pëlqeu kandidati, zotri e fiton, dhe shembujt në gjithë vendet e ndryshme të botës janë të tilla. Ata që janë kandidatë që vinë nga shoqëria civile, por që kanë një profil, si këta të tre që kanë një profil, sidomos Hasimja, do ta veçoja në rastin konkret, ka një profil publik, është profesor, është akademik, është sipërmarrës i suksesshëm në edukim. Pra tani, më fal, cila do ishte arsyeja pse një demokrat i zgënjur të mos të dilte në votime? Mua nuk më intereson militanti. Edhe Hashka ka një traditë shumë të mirë me PD-n, ti është qytetar europian, unë i njoh të tre. Madje me Hashkan bënim në ngjitje në mal. Ka një do të shkojë Hashka ka një problem. Me Hashkan ngjitemi në mal, ne gjithë disa ngjitje në mal. Është djalë shumë sportiv, shumë pozitiv. Me Hasimi është e njëjta gjë. Hashka kush e ka propozuar? Pra, ka qenë departamentit për diasporën të PD-ja. Ka qenë. Pra ka një gjë, janë figura të cilët vetëm i rrisin kredit e Partisë Demokratike, por unë kam frikë çfarë ndodh. Pjesa radikale e Partisë Demokratike, te një nga këta të dy do shikojnë një lider të ardhshëm për të cunguar pushtetin atij që mund të jetë kryetari pas zotit Berisha. Zoti Berisha biologjikisht të gjithë besojnë do shkojë në 30 vjet. Po e pana shu ka vdekur shumë. Dhe ka një gjë. Kjo është problemi që unë shikoj me ata që janë pjesa radikale në PD, kanë filluar sulmet më njëherë. I kanë sulmuar, keni punuar me Sorosin, keni punuar me atë, keni punuar me këtë. Po më zotri, këta mund të kenë punuar për Sorosin, me fondacionin Soros, por nuk kanë punuar te Sorosi. Të punosh te fondacioni bën dhe thirrje publike, mund të marrë ekspert, mund të marrë një nga ne për komunikimin. Dakor, çfarë do thotë ushqitën? Arbri, ta djem Almerin Polit. Unë shikoj jo si me sytë e militantit, e shikoj me sytë e qytetarit. Apo do t'ja japësh prapë aty? Jo, jepi. Jo, t'i japim opozitës apo kush? Jo, opozitë. Jo, nuk po faqe gabim. Unë jam kritiku më i madh i opozitës. Ai është shumë dhe unë jam 100% dakord me analizën e Almerit, që këtu faktikisht si me Asime, si pa Asime, si me Jorida, si pa Jorida, si me X-in, si pa X-in, këtu situata është shumë keq në vetë atë. Ne shikon. E kupton, domethënë ne kemi edhe 5 bashki të tjera, nuk flitet fare as për Vlorë, as për Berat, as për Sërik, as për... S'ka kandidatë nuk pranojnë as aty të sa kopo qënga ende në diskutim, domethënë pjesëmarrjen zgjedhje. Me ato që ndodhi, me ashtu që janë trembur që ndodhi me 11 janarin, në zgjedhjet e ardhshme, po se këto edhe me 11 majin, po se këto edhe mund të përballohen, kjo është një parti që ka problem të gjithë komisioner. E kupton, jo më... Vëlla, nuk ishte numërus në firmë, ikën numërusët në firmë. Tani, jam 100% dakord me analizën, vetëm që analiza e Almerit shkon deri te Shoku Mehmet. Domethënë, Shoku Mehmet i bën gjitha, i ka të gjitha fajt, por Shoku Enver nuk di gjë. Unë them që gjithë problemi është Shoku Enver. Pse është problemi Shoku Enver? Jo se s'është Shoku Enver në rastin konkret zoti Berisha. Ishte metafora që e qartë, po. Domethënë kryetari, i madhi. Se as kryetar si thotë do se është më shumë se kryetar, i madhi. Tani i madhi
Është një pozicion që dhe veti është kthyer në hall kjo. Pse? Se zoti Berisha ka qenë në 91. Është njeriu që është bashkë me fillimet që ka shkuar që nga 91 që e di si funksionojnë organizatat, ka ngritur dekët, ka bërë shumë fushata. Nuk e do Berisha fitoren po thua Poli. Nëse ka një njeri që e di se ashtu edhe nuk i thua dot zotit Berisha që nuk e di këtë që thot Almeri dhe që nuk dhe se si duhet bërë siç e thot Almeri. Nëse ka njeri në PD që e di se ka minimalisht nga përvoja, e kupton, edhe eksperiencë. Dakor. Është Berisha. Po pse atëre ka të ndisur në këtë pikë? Pse është ka të ndisur në këtë pikë? Është ka të ndisur në këtë pikë sepse kjo parti nuk ka përgjetur qetësi dhe do vazhdoj të degradoj. Kjo është në proces degradimi. Ky e filloi shumë mirë me foltorin, thanë po të mblidhen edhe gjysmat atyre, do jenë çerekull, ashtu. Pse? Është në proces degradimi sepse duhet të zgjidh çështjen për të cilën kjo ju fut kësaj rruge 4 vjet më përpara. Dhe çështja është shumë e thjeshtë. Sali Berisha është rikthyer pas shpalljes non grata për jashtimit nga zoti Basha dhe pastaj rrugës penale atash. Po su zgjidh kjo çështje, për mira, për keqa, çfarë si ka? Po zgjidh kjo çështje? Ku është zgjidh? Vazhdon Sali Berisha është kryetari i Partisë Demokratike sot. Jo. Pse e nisi Berisha? Berisha e nisi u rikthye për t'i treguar SBA-s që e ke gabimin non gratën, për të marrë partinë, e mori partinë me të gjitha etj. Kjo është një çështje mbi tavolinë. Dhe SBA-ja ja dha partinë. Po ç'i dha SBA-ja? Aja hoqi non gratën më vëlla, ja dha tani. Jo, dakor, tani nuk duhet të punën non gratës, po. Te kafja flasim, ja dha SBA-ja, ja hoqi SBA-ja. Ja dha Edi Rama më vëlla, tani troç muhabeti, sepse e bëri në parlament, e njohu, pavarësisht se betoi që me non grata tu s'bashkunoi kur, e njohu në parlament pa marr vulën. A kemi qeneve? A shumë? Jo, kjo është e vërtet, po kjo të rrëzon tezën që drejtësinë e kontrollon SBA-ja. Kë drejtësi? Për cilën drejtësi? Qofse ja ka dhënë Rama këtë, bie ajo teza që drejtësinë e kontrollon Kë drejtësi? Apelin që i dha volën. Ato ti thua që drejtësinë SPAK-un e kontrollon, drejtësinë e re kontrollon amerikanët apo kontrollon Rama? Tani i the emrin që do të dëgjonte. Po jo, ka një ka dhënë partinë SPAK-u Sali Berisha. Por fali minutë, këto komponentë e drejtësisë së re, a janë nga monitoring nga amerikanët? Qoftë gjykata kushtetuese, qoftë gjykata e lartë, gjykata e apelit, gjykata e shkallës së parë. E kupton, jo mëse nuk duhet ta kundërshtoj Poli për këtë gjë. Unë vajtohem për Polin, Jo, dëgjoj. Poli ka një gjë, avash Poli po vjen te ideja që kemi thënë ne, që një pjesë e reformës drejtësi ka kontroll të brendshëm, Poli se pranon këtë gjë. Jo, lart tani se unë jam koherent. Unë jam që SPAK-un dhe GKK-on janë në kontroll të plot. E ke parasysh? Të tjerët përjashtohen thotë. Kanë probleme shumë, po patjetër më. Të tjerët nuk kanë amerikanë. Pse shkoi kjo e ngarkuara, pse shkoi tek LP-ja? Se filluan lojrat për kryetarin e ri të SPAK-ut si atëre me Dumanin. Pse shkoi aty? Jo, më kam do ta them se KLP-ja. E di çfarë është KLP-ja? Po i ka vendosur pas Partia Socialiste. Një pyetje kam. Ti thua përveç institucioneve të reja drejtësisë, institucionet ekzistuese, gjykata e apelit, nuk kanë frikë nga amerikanët, ata strëmen nga amerikanët ata? Ore dhe trembe dhe strembe. Disa e kanë amerikanët, disa si kanë. Tash po na thelbi imi ishte kështu, që kalojmë atje. Thelbi është ky. Sali Berisha përveç hallit të vet personal, që ore është budallëk ta fshesh, që ka luftën andej për të hequr non gradën, por ka një proces gjyqësor këtej. Dhe ka dhe disa të tjerë që i ka rrugës, 21 janari po hetohet me shpejtësi apo dhe ndonjë tjetër. Ky s'është pak për një njeri, e kupton, sepse ka në lojë nuk po them burgun, e kupton, po ka në lojë gjithë trashëgiminë e tij politike, ekonomike të familjes. Tani çfarë i shtohet Sali Berishës? Sali Berishës përveç këtij halli, i shtohet halli dhe i budallëve të PD-s. Sepse çfarë po ndodh atje brenda PD-s? Po ndodh brenda PD-s që aty zihen dhe këtu i jap të drejtë, dhe unë e kam thënë me Belin Këlliçin, e kam thënë ku ishte sot i te Newsi, po isha në Darkun, dhe kam thënë që pse bëhet, se dhe unë kam pyetur, ky duhet ta di më mirë se mua. Unë kam pyetur ore kur filloi pa u caktuar këto. Ore pse bëhet kjo luftë e brendshme në PD për nën kryetar grupi, çelsat e kashtës, që do të jesh funksionar? Karrierë politike më ose? Po çka karrierë më në Poli ti thua që Berisha nuk do karrierë në një opozitë në Bashkisë Tiranës. S'ka njeri që se do. Nuk ka parti.
Ku ka njeri që se do më vëlla? Ç'është kjo se do? Në fakti që s'ka parti, mund ta tejkaloj këtë ngërç me një kandidat të mirë. Tani, dhe këtu do dalë. Tani, këto janë teknikat. Se nuk e bën dot me pavon këtë që thot Poli, këta tjera. Tani që ta mbaroj. Gabosh, Dhe Ore valla, me këtë logjikë që thua ti me këtë logjikë që thot Arbëri bie që çdo njeri i cili pretendon që është figurë e pastër fiton Bashkinë e Tiranës pa parti. Jo. Ska shans. Ore për punën e Ramës, ky do që të vjen nga politika, ti ta mund trava shpejt. E di historikun e Ermal Asimias të bëj pyetje? E di shumë mirë. Ermal Asimia nga 2004, nga 2003, po edhe 2005 ka qenë këshilltari i Berishës i afërt. Në kryeministri 2005 ka ikur. Edhe iku pastaj 2005 do mor me biznes. Ermal Asimia ka mor me pedagogji, më vonë. Nëse pra iku, ka një gjë. Ermal Asimia për mua nëse Berisha është i djathtë, Ermali është i djathtë. E ka pranuar publikisht se vë njëri dyshim që është i djathtë. Po më fal, po tani e ke të djathtë, e ke qytetar, e ke të pastër, e ke me duhet të pranoj partia, po se të pranoj partia, jeni interesuar. Ore, po se ky djalë i mirë, pse s'del vetëm, do dali vetëm me shoqërinë, do dali vetëm. Me këtë logjikë, di kush është më i duri për partinë? Klevis Balliu. Si? Ai fiton. Vini Klevis Balliu. Ka një gjë mo, partia. Jo, vetëm ai fiton. Ka një gjë. Vetëm ai fiton me logjikën të tillë. Klevis Balliu kandidat për kryetar dhe zonja Adriana Kalaja kandidate për nën kryetare. Ka drejt talli me ndër. Bravo qoftë, është ka gjë. Jo më e kanë seriozisht. Ta mbaroj ta fiton. Ta mbaroj Polise. Tani ky rrethi, quhet rrethi i parë që luftojnë, rrethi i parë dhe purgatorit. Rrethi i parë i Berishës. Okej, merr edhe i purgatorit. Rrethi i parë i Berishës. Çfarë dhe dal tek ajo që tha, rrethi i parë i Berishës dhe deshu të çua nga tavolina. Rrethi i parë i Berishës është komfort, unë po e them me gjuhë të butë, se ky e tha më hapur. Ky e tha me kështu. Është shumë komfort me qeverinë Rama. Ky e tha, pastaj shpjegoi vet Almeri me leje ndërtimi, me benefite, do të fusesh, do të biles, nëse do ministrave socialistët e kanë shumë të vështirë të marrin një përgjigje, që janë për shembull kryetari i Vlorës, për shembull, i PS-së Vlorës, ose kryetari i PS-së ashtu. Mund ta marr përgjigjen pas 2 ditësh dhe një nga këta rrethi i parë i Berishës, po i shkruaj një ministrit të Ramës, e merr përgjigjen fap në sekond. Dhe çfarë ndodh në gjithësi? Fillon kjo historia tani dhe kur vjen puna, nuk marrin përgjegjësi. Nuk ka turp më të madh. Nuk ka turp më të madh të kthehet në normalitet fakti që po pse duhet kandidoj? Jo u mbet mandatin, jo u mbet këtë, jo po di, s'ka rëndësi fiton apo nuk fiton. Ti duhet ju tregosh gjë. Po si do ta ndezësh ti? Ti do ta çosh, si do ta ndezësh ashtu pa një figurë të fortë politike? Këtu jam dakord. Sepse unë jam dakord me Ermalin. Jam shumë dakord me të tre madje. Por ne nuk jemi në kushte normale. Çfarë fushate do bëj Ermali? Dëgjoj, ti je në kushtet kur ty kryetari Arbëri kujton që jeton në Danimarkë. Bravo. Jo. Ermali do të thotë vetëm drejtoria e tatimeve që njoh fund, vetëm drejtoria e tatimeve të shkatron biznesin me listë. Tani, prit. Prodhojnë mbi 20 vota. Ta mbaroj. Kushtet normale do ishte ka pasion. Kushtet e një demokracie funksionale, normale do ishte ashtu se do na fliste për parqet, për cilësinë e ajrit, për trotuaret, për këto, për gjitha. Por ti ndërkohë ke kryetarin e opozitës që ty nga mëngjesi deri në darkë të flet për narkoshtet, të flet për etj. Tani kjo lloj ju doni një mini Berish kandidat. Por zotri, duhet një person i cili e ngre shoqërinë të gjitha. Ja ta them dhe emrin e personit. Që nuk trembet. Për arrestimin po ta marrin telefon dritan hajti nga burgu. Ikën mbyllet shtatë. Ja ti po tani ku jeton në këtë vend. Arrestohet vllai deputetit o zotri. Vllai deputet arrestohet. Del këtu del Zegjinea me 100.000 vota, po ta sipërat çmend tani. O Almer, dhe ka 1500 vota. Dhe ka vetëm një kandidat. Një kandidat. Shqipëria është emergjencë kombëtare. Opozita vetë është emergjencë kombëtare që kërkon shkëmbi, zjarre etj. Vetëm një kandidat, sepse Edi Rama ka vënë një kukull aty. Dhe kanë partinë e fortë të Poli. Klevis Balliu e bën këtë punë. Dhe i vetmi kandidat i cili e zhduron fushatën e Tiranës në fushat siç duhet të jetë, në fushat kundra Edi Ramës dhe kundra gjithë pushtetit, si Stalingrad, që të jetë hap i parë, edhe sikur të mos fitojë, por të dalë me shumë vota, më shumë vota se çka marrë herën e kaluar, me dinjitet, po sidomos të zgjojë demokratët, opozitën e tjerë, është vetëm Sali Berisha. Dhe Sali Berishës, demokratët,
Vetëm jetën si kanë dhënë këto 4 vjet, se u futën në përplasje me Amerikën, shanin futeshin tek ambasada amerikane, shanin Amerikën, u futën në përplasje me Spakun, u futën në përplasje me vëllezërit dhe me motrat, demokratë të tjerë, të shikojë rjetin, shanin degeneronin njëri tjetrin, o bashkie sto kështu, o ti kështu, dhe Sali Berisha ju ka për borxh që të paktën e ke parasysh, t'ju thot, e ke parasysh po më këtë karrocë do ta tërheq unë. E ke parasysh, dhe e ka dhe më kollaj nga gjithë se farsën e ka, alibinë, jo alibi, po është e vërtet farsën më godhën, dhe ndërkohë ama e shkund partinë. Ky është cinizëm interesant. Ja, se duan. Ky është cinizëm. Nuk e duan. E di këtë duan këta, e di këtë do Rama, do asime. Ja, nuk e duan, dhe unë nuk e dua, e ta them unë. Dhe ti se do ti. Po, nuk e dua. Kurse demokratët e duan. Pyeti demokratët poshtë këtë duan. Sepse bëj një sondazh me demokratët. Diskutimi në këto zgjedhje është ti fiton me njerëzit e tu, me militantët, apo fiton dhe me elektorat gri. Tani Berisha, ne dim të gjithë, është një nga njerëzit kryesor që kanë ndikuar në rritjen e shtresës të elektoratit gri. Tani ti do t'i thuash që shiko, ju që nuk e doni këtë, nuk e doni për kryeministër, do ta votoni për bashkinë. E kurse sa çatalli që është kjo? Gjithsesi unë e quaj, është humor i bukur. Jo. Është edhe bukur. Por ka një gjë, Arbri ka një gjë, po ti je lektor politik është okay. Jo, ka një gjë. Problemi është nuk një terren. Zoti Asimia, unë më insistoj, Zoti Asimia, po flas për Asimia meqense një e kam mik. Prandaj po them edhe Haçkajn dhe Lirën, kam shumë respekt dhe për të tre janë figura shumë të mira. Çfarë do elektorati i Tiranës? Pas një situate shumë të polarizuar në zgjedhjet e kaluara parlamentare të këtij viti, pas një debati shumë të fortë, arrestimi i Veliaj, debati Rama, Spaku, tjetri Biri Shetani, njerëzit duan qetësi. Tirana do qetësi. Tirana nuk do luftë, të ngrihen zemra tha këtu, të ngrihen shpirtrat, po si do ngrihen zemrat? Vetëm Zoti ngrihet shpirtrat e zemrat, ç'i keni këto? Qa do vi Zoti këtu? Almer do të hamë përgjigje për këta të tre, Almer. Tani jo, zemra dhe shpirti jo, jo po të në ngri... Po flenë s'ka. Po jo, edhe magjistari i fundit iku nga PD-ja dhe nuk prodhoi në një gjë. Megjithatë ne marrim magjistar tjetër. Ne më duket se po ja fusim kot sepse nga indiciot që po sapo vinë dhe po shtojnë dhe thonë zyrtar serioz, dhe sidomos kur flet i Vikaso që rrallë flet njerë në 100 vjet flet se është edhe për këtë pjesë atje, domethënë dhe i Vikaso tha që Partia Demokratike tha është përballë, tha duhet tha të marrë një vendim politik që do futet apo s'do futet me këtë, se kanë alibinë. Berisha tha do hyjmë, tha pavarësisht. Ja, ata e kanë me status, po nuk është problem shkelej statusit aty në atë parti, se ja. Ai duhet gafë trashanike nëse të riqim. Almer këtë që thotë. Po e bën atë, jo, unë do isha dakord për atë, do isha dakord, por të iknin dhe nga parlamenti, jo ta lini për gjithmonë, siç e kanë bërë gjithmonë me periodike dhe të mbushnin sheshin. Vetëm me këtë mënyrë. Por në qoftë se këta bojkotojnë dhe vjen atje në parlament, e kupton dhe bëjnë prap teatrin e radhës. Shiko. Atëherë është nga një anë, unë kur analizoj të gjithë komponentët e opozitës dhe njerëzit brenda saj, nga një anë i qaj hallin, por nga një anë domethënë nuk i jap, domethënë i quaj si njerëz të pazarit. E para, pse i qaj hallin? Duke qenë që Edi Rama, duke qenë që këta njerëz nuk kanë një Beograd që vjen me xixa apo me ndotje që vjen era korrupsion për shkak të shkurës në qeverisje, këta njerëz, domethënë mund të kërcënohen nga Edi Rama me dosje edhe thonë o këtu ose këtu. Pra, për hall personal, qofse Poli përmendi hallin personal të Sali Berishës, unë mendoj që për hall personal, shumë individ brenda Partisë Demokratike kërcënohen dhe çfarë bëjnë? Të riqen për shflutur kokën e tyre, të riqen dhe bëjnë lojën pasive dhe çfarë bëjnë? Thonë pranojnë kulaçin dhe jo korbaçin. Prandaj pse ngelen te teza moralit. E dyta, Arbri përmendi një individ. Arbri legjitimon Shqipërinë ideale. Që të ishte Shqipëria ideale, që këtu ka demokraci normale. Po pra, ka intelektual më të mirë se Tirana e do këtë gjë. Më beso ka elektorat nuk një realiteti, po një realiteti. Tirana e ka. Më dëgjoj pak të lutem. Tirana është një lloj si Shteriku, një lloj si Roskoveci, një lloj si Kuksi. Po ta them unë pse. E para herë. E diti që biznesmenët më të rëndësishëm sot
Nëse Edi Rama i merr në telefon do të bëjnë nga 20.000 vota? Miku im, E para një. Tirana ka treguar që nuk është ashtu, sepse në zgjedhjet e kaluara diferenca është me 7.000 vota. Në cilën 7.000 vota. Në kryeqytet. Kush kush Në kryeqytet, jo në qartë. Vota përpara Dhe Partia Socialiste me opozitën bashkë. Sa mandate ka marrë Partia Socialiste në 2021? Sa mandate ka marrë? Ndaje votë politike nga zgjedhjet lokale. Sa ka marrë në 2025? Vota politike është komplet ndryshe. Se ka marrë një mandat plus e ka marrë vetëm socialistua, jo Qoçës së Tiranës. PS-ja nuk ka rritje në Tiranë. Lexojini një shifra. Lërë çfarë thot Arbri. Sepse Tirana ka Arbri fut brenda kamzën, kavajën, që fut vorë. Bashkinë e Tiranës. Po pra. Jo qarkun, Bashkinë e Tiranës. Bashkia e Tiranës sot në zgjedhjet politike të gjithë njerëzit funksionojnë dhe pozicionohen në polet dhe llogoret e tyre. Se besoj Tirana jo ka elektorat të shëndosh. Ma beso. Atëherë, nëse elektorati shëndosh, unë propozoj të dalësh ti kandidat për opozitën. I pavarur. Ti më propozoj. Jo propozim. Se bën dot përse nuk të lën më kurrë dot. Se ka mos ora ka një gjë, ti je një djalë shumë i mirë dhe ka djem shumë të mirë. Ore, e nxjerr me nga studio, që dalim me emratan. Ka intelektual, mund nxjerrë mo Artan Fukun, super intelektual. Do bëj fushat pa lek për atë. Emra shumë mirë. Po nuk ta lejon terreni politik në Shqipëri. Fatos Lubonja. Po të gëlltisin. Emra të tjerë, Fatos Lubonja. Neve kemi histori politike që rrjedhim të brymosur nga shkura që nuk dalim dot nga llogoreja. Ne nuk votojmë për ti llogores. Almer, pse nuk e pranoj këtë tezë? Si? Unë insistoj të teza ime sepse ka një gjë. Me këto struktura kaq të dobta, Partia Demokratike është e humbur. Ilir Ali Mehmeti pse nuk e pranon sfidën më? Ka njëri më të mirë. Jo Rita Tobaku, pse nuk e pranon sfidën më? Ajo nuk pranon sfidën se nuk do të bëjë sfida, po. Si? Dgjoj, ka pse nuk pranon kandidatimin më? Jo Rita më, ka 20.000 vota. Ashtu është një mohabet. Pse nuk del? Po jo më ta them një pyetje tani. Po jo më thuaj pse jo Rita nuk kandidon. Po ta bëjmë një pyetje përgjigje? Po. Redi më jep lejen, vetëm shumë pak. Tani ti dhe Poli bini dakord që në këtë zgjedhje opozita futet e humbur apo jo? Premisa i ka fitore më. Bravo. Tani, nëse ka një shans mendoj unë, edhe për një rezultat pozitiv, e ka me një figurë të re. Pse mo, pse? Sepse ta thash miku im ka një sa përqind e elektoratit gri vendos në këtë mo, sa përqind? Elektorati gri është partia më e madhe dhe votuesi më i madh. Ku kemo, pse s'dalin partitë e vogla dalin fitues me elektorat gri mo? Sepse janë figura të cilët nuk kanë patur një strukturë nga mbrapa. Almer, struktura nuk i ka formuar. Oj dëgjoja kalantin ata për Asimin. Me strukturën nga mbrapa. Po flas Asimin se edhe emrat e tjerë. Me strukturën nga mbrapa. Po partia që kur ju ka dalë emri mo. Kanë frikë se do prodhot një lider që mund të zgjidhë vendin nesër. Po jo, se dimne për çfarë. Dakor, pastaj. Se aty ka vendosur. Po ne ke forcë politike. Berisha ka thënë kush është me Sorosin në Shtarbik. Ja gjetën aty që ka punuar me Soros, mbaroi toqe. Kush ju përgjigje përse kjo forcë politike nuk eksperimenton një herë për mirë. Ky është një eksperiment politik për mirë. Ta them unë me një herë murzotrisë je i humbur. Ta ve bas publik. Asimja u mbet me 80.000 vota. Po, jo bas publike. Më shumë se poliçi, Bas 80.000. Bas, edhe unë e kam bas me qëse ti e bërë për Asimin 80.000 vota, po kongroj Fari Balliu, unë them fiton Bashkinë Tiranë. Fariu? Po. Për shpesion, ndjes, Klavis Balliu. Po për sa i Balliu. Jo, për sa i përket. Jo, po shoh. Lapsus, çfarë ju tha Xhiri Fariu ju tha. Po, ishte lapsus, kërkoj ndjes. Klavis Balliu, po kandidojnë unë them fiton. Aja ka dalë Partia Demokratike, le të themi të krijojë një koalicion të madh, tifusi edhe të gjitha partitë e vogla. Çfarë informacione është ka? Aktualisht partitë e vogla. Shumë Lapaj, Basha, ka një gjë më. Ai Shabani, ka një gjë. Engeleda Libeaj ka refuzuar publikisht. Engeleda Libeaj, po. Basha nuk është prononcuar ende. Lapaj nuk është prononcuar ende sepse Lapaj është me thikë me dy prezë, po bashkëpunoi këtë herë me Berishën për mua është i djegur si kartë e re politike. Dhe ai është duke ai thamë do bashkëpunoj, deputeti aty do jetë me Berishën tha. Ka një gjë, po bashkëpunoi Lapaj, jo, nëse merr pjesë aktive në këto zgjedhje, po them unë. Nëse Lapaj ka dhënë një kusht ata nga emri. Ai tha unë jam për, jo po ka një gjë, ai përjashtoi, tha unë jam për betejë tha kombëtare, jo lokale. Po. Do vendos djalin e tezës për zgjedhjet lokale. Domethënë kaq informacion është deri. Shiko çfarë ndodh. Unë mendoj që sot nëse dele bashkuar si zot Arbri, është vetëm 7.000 vota para. Ka shumë gabim këta. Më thon Arbri do ta marr unë, shiko, Arbri do ta marr unë. Çetë organizata bazë. Jo, do të organizat, do ta marr në fushat, që të funksionojë si funksionon takimet në lagje, në qytet. Po, kur ti je prapë në lista, do vi. Jo, kur ti je mund, jo, të vi. Neve si gazetar, muftove herën e parë, po muftove. Neve si gazetar të dalim bashkarisht të monitorojmë. Ashtu si foli sot ky.
Në 2040 e fusin listë. Jo, ai Roskovës e fiton që nesër po të do. Po se fut njëri më, po themi për fiton apo jo. Da ndihmojmë dhe ne apo. E fesi foli ai. Asu kisha folur ndonjë. Arbri ka shumë të drejtë. Arbri argumentimin në një politik ideale, në një Shqipëri ideale e ka brillante. Pra të gjithë të tjerë do të largohesh. Unë i them Arbrit e para. Si funksionojnë patronazhistët, si funksionojnë institucionet shtetërore. Unë di që vetëm drejtoria e tatimeve në këtë vend mbledh në Tiranë, mbledh me 20.000 vota. Drejtoria e tatimeve. Këtë e kam bindje nga vetë njohuritë që kam lidhur me këtë institucion. E para, drejtoria e policisë. Sepse do të dini çdo gjë. Të gjithë këto të marrin vetëm shërbimin e bar kafeve. Të gjithë bar kafet në Tiranë ishin në shkelje deri tani, apo jo? Diku kishin paguar ryshfet që mbanin hapur 2 karrike, 4 karrike më tepër. Të gjithë këto me këtë lloj shkelje kaq të rëndë që kishin flagrante të faktuar, këto si mendoni do votonin pro bashkisë apo kundër? Do votonin me pro Veliajt apo kundër Veliajt? Me këtë kërbaçi që i bënda i Qato, Mariglen Qato, ai kontrollon këtë. Ai merrte 5.000 euro për një leje, për vendosur një tende, i cili kishin në shkelje. Po Rama jo që fare. Ore, më po flas deri në këto momente, ja pra, këtë do voton të filloj biznesi, sa ai më tha mua do voton. Normalisht duhet voton të opozitën. Po opozita as i mori në mbrojtje fare, as i organizoi, as sa një fjalë. Ky është një argument që përmenda unë sot. Unë do të them qeveria e cila ka lënë çdo lloj biznesi që të operojë në shkelje të plot, e ka lënë vetëm për ta kontrolluar. Ndi vendosemi. Poli, një koment fundit për ta mbyllur nëse kemi, se jemi drejt fundit. Tashi, të paktën po më lejoj ky Almeri do flas dhe në emër të Almerit. Me bar, pa bar, unë me Almerin vazhdojmë opozitar. Poli, të falenderoj që të kisha Arbër, si gjithmonë kënaqësi, Almer kënaqësi që të kisha si gjithmonë. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sonte nga unë Redvar Raku. Natë e mirë.